mbledhës është prezent në sallë. Aktualisht nga 51 këshilltar janë 28, kështu që mbledhjen e Këshillit Bashkiak e deklaroj të hapur. Rendi i ditës është si me poshtë vijon, projekt vendim numër 1 për përcaktimin e çmimit maksimal të çadrave dhe shezllongëve për zonën mbretërore Velipoj Rjoll për zbatim nga subjektet private. Projekt vendim numër 2 për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1 datë 22/2016 për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër të ndryshuar. Projekt vendim numër 3 për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit e vitit 2025 të Bashkisë Shkodër. Si edhe pika tjetër, interpelancë me sigurinë rrugore, mbrojtjen e fëmijëve dhe veprimtarinë e policisë bashkiake dhe struktura përgjithëse të kërkuar nga këshilltari zoti Florian Bianco, si edhe diskutimi i rendit të ditës. Përpara se ta hedhim në votim, ka dikush diçka nga ana këshilltarëve për rendin e ditës? Nuk ka. Atëherë hedhim në votim rendin e ditës. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë 28 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet rendi i ditës. Përpara se të kalojmë tek shqyrtimi i projekt vendimeve, hedhim në votim miratimin e procesit verbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak datë 18/5/2026. Pro? Kundër? Abstenim? Me 28 vota pro, asnjë kundër. Një abstenim pa. Atëherë me 26 vota pro, një abstenim, miratohet procesi verbali i mbledhjes së kaluar datë 18/5/2026. Kalojmë tek projekt vendimi numër 1 për përcaktimin e çmimit maksimal të çadrave dhe shezllongëve për zonën mbretërore Velipoj Rjoll në zbatim nga subjektet private. Fjala është për ju, zoti Mema, për prezantimin e projekt vendimit. Përshëndetje, ndërrum kryetar, ndërrum kryetar, ndërrum këshilltar. Paraqesim përpara jush projekt vendimin për përcaktimin e çmimit maksimal të çadrave dhe shezllongëve në zonën e Velipojës dhe Rjollit për subjektet private. Velipoja dhe Rjolli përbëjnë dy nga zonat projektetare më të frekuentuara gjatë sezonit veror. Frekuentimi i lartë i këtyre zonave është kryesisht nga banorët e Shkodrës, por edhe bashkombas tanë të Kosovës dhe Maqedonisë dhe Veriut. Dhe për këtë arsye Bashkia Shkodër është e përqendruar përgjatë gjithë kësaj periudhe për të hartuar dhe po zbatojmë një plan zhvillimi i cili synon që të kemi një sezon veror sa më të mirë për zonën e Velipojës. Po, më fal. Zoti Mema, mund të vazhdoni. Po, mund të vazhdoni, po. Për të pasur një sezon sa më të mirë dhe të suksesshëm për zonën e Velipojës, Bashkia Shkodër ka vijuar për sa i përket rritjes sipërfaqeve publike, garantimit të ofrimit shërbimeve me pagesë nga vetë bashkia për sa i përket çadrave dhe shezllongëve, edhe garantimin e ofrimit të shërbimeve me pagesë nga subjektet private. Ky plan synon që të krijojmë mundësitë reale për akses barabartë për çdo vizitor pushues që dëshiron të shfrytëzojë këto hapësira bregdetare. Përmes VKM-s numër 60, datë 28/1/2026 për disa shtesa dhe ndryshime në VKM numër 649, e cila rregullon mënyrën edhe funksionimin e stacioneve të plazheve, Ministria e Turizmit dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit ka reflektuar disa ndryshime të nevojshme sipas konstatimeve që janë realizuar për gjatë periudhës së këtyre 2 viteve që ka qenë në zbatim kjo VKM. E para ka të bëjë me mospërputhjen e çmimeve dhe variacionin e madh midis çmimeve të subjekteve private. Çmimet e subjekteve private shpesh janë të variueshme, duke arritur vlera nga 500 deri në 2000 lekë të reja, dhe gjithashtu ka pasur një mungesë për sa i përket transparencës apo edhe një kufirit të cilën duhet ta respektojnë këto subjekte private që menaxhojnë plazhet në mënyrë që mos përjashtohet askush, çdo pushues të ketë mundësinë për të bërë pushime dhe për të pasur një zgjedhje ndërmjet plazhit privat, plazhit me pagesë nga bashkia apo një plazh publik.
gjithmonë edhe plazhi privat patjetër që do të jetë me fitime dhe do të ketë një farë rentabiliteti sepse janë investimet mëdha që realizohen nga subjektet private, por gjithsesi duhet të jenë çmimet kontrolluara që nuk tejkalojnë edhe nuk përjashtojnë askënd nga mënyra e aksesimit. Ne në një i kësaj VKM-je i jep drejtën Këshillit Bashkiak që përmes vendimarrjes përpara fillimit të çdo sezoni turistik miratoj çmimet maksimale për secilën zonë bregdetare në territorin e bashkisë. Prandaj ky çmim tavan do të jetë edhe pjesë integrale e kontratës së lidhur mes AKB-s, bashkisë dhe subjektit privat dhe do të monitorohet në vimësi përgjatë gjithë sezonit nga ana e AKB-s dhe institucioneve të tjera ligjzbatuese. Ky ndryshim ligjor ka si qëllim atë siç thash edhe më sipër, për mbrojtjen e konsumatorit dhe interesit publik, garantimin e aksesit barabartë qytetarëve dhe pushuesve në shërbimet e nevojshme në plazhe, shmangjen e abuzimeve me çmime përgjatë sezonit turistik, si dhe krijimin e një standardi të unifikuar dhe transparent për gjithë operatorët privat. Duke vlerësuar kështu edhe masivitetin dhe frekuentueshmërinë e lartë të velipojës dhe rrjollin. Normalisht edhe profilin ekonomik të pushuesve tanë, që janë zakonisht familjar apo pushues nga bashkëkombas tanë të Kosovës dhe Maqedonisë, janë këto që kryesisht frekuentojnë të zona, duke vlerësuar nevojën për garantimin e një nivelit përballueshëm tarifor për familjet dhe vizitorët ditor, sigurimin e një raporti të drejtë ndërmjet kostos së ofrimit të shërbimit dhe çmimit të aplikuar, si dhe nxitjen e konkurrencës së ndershme ndërmjet subjekteve private dhe shmangjen e praktikave abuzive. Ne propozojmë parajush miratimin e këtij projekt vendimi për përcaktimin e çmimit maksimal për çeradhënien ditore të një çadër dhe 2 shezloneve në vlerën 900 lekë me TVSH për plazhin Velipoj dhe Rrjoll. Gjithashtu për caktimin e çmimit maksimal për çeradhënie të një gazeboje në vlerën 1500 lekë me TVSH për plazhin e Velipojës dhe Rrjollit. Sa më sipër lutem nga ana juaj në miratimin e këtij projekt vendimi. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Mema. Atëherë komisionet përkatëse të cilet kanë pas për diskutuar në lidhje me projektvendimet fjalë nuk janë të mbledhura, kështu që relacion nga ana e komisioneve nuk kemi, atëherë kalojmë në pyetje dhe diskutime nga ana e këshilltarëve në lidhje me projektvendimin fjalë. Po, zoti Anamali. Mirë, faleminderit zoti kryetar. Duke lexuar relacionin e paraqitur nga administrata e bashkisë, është përcaktuar çmimi maksimal tavan 9000 lekë vjetra ose 900 lekë të reja me të gjithë TVSH-n. Si e keni arritur këtë çmim, ju lutem? Pyetja e parë. Lutem, mund të afrosh mikrofonin se nuk e. Si e keni arritur këtë çmimin 900 lekë? Si ju ka dalë 900 lekë çmimi? Me çfarë analizë? Atëherë, normalisht është bërë analizë për sa i përket çmimeve që kanë praktikuar operatorët privat në plazhin e Velipojës së paku këto 2 vite. Çmimet variojnë sipas sezonit, normalisht edhe sipas kushteve të një stacioni privat. Mundet me kenë me shezlon kauçukut ose mundet me kenë me shezlon drunit, edhe normalisht ka edhe një çmim të ndryshueshëm. Gjithashtu edhe në periudhën e qershorit nuk krahasohet çmimi që është në qershor me çmimin që është në gusht. Megjithatë, çmimet kanë variuar nga 500 lekë siç e thash të reja deri në 2000 lekë të reja. Kjo edhe sipas rreshtave për rreshti i parë, rreshti i dytë, por kjo ka qenë analiza ku jemi përqendruar kryesisht. Ka qenë e para çmimet që kanë përdorur stacionet private. E dyta është edhe një analizë që ka të bëjë me koston që ka një stacion privat edhe rentabilitetin normal që duhet me pas një stacion privat. Pra janë vlerësu pak edhe çmimet e tregut, sa kushton një çadër, sa kushtojnë 2 shezlona, aq më tepër që ne për vete jemi përmes Koderinonit një procedurë tillë, kështu që kemi marrë informacion për çmimet e këtyre pajisjeve që mobilojnë plazhet dhe prandaj është arrit në një vlerësim tonin për të vendosur këtë çmim tavan 900 lekë të reja në mënyrë që çdo operator privat të ketë mundësinë me shku në mënyrë të tillë që do t'ja tregoj edhe tregu, sepse normalisht do t'jetë tregu që do e rregulloj edhe çmimin bazë të kërkesë ofertës. Ne po vendosim çmimin tavan. Pastaj një operator do vendosi që në qershor 9000 lekë, do ta vlerësojnë ai vet, a do të ketë frekuentuesa apo jo. Do e vendosim 5000 lekë, po flas me të vjetra, më fal. Do e vendosim 5000 lekë, normalisht do e shofi vet, atë është diçka që e rregullon tregu. Por ne kemi arritë te kjo vlerë 900 lekë dhe mendojmë që është arsyeshme edhe për publikun, si çmim tavan maksimal, por edhe për operatorët privat në mënyrë që ato patjetër bëjnë investime
patjetër ka një angazhim të jashtëzakonshëm për gjatë 3 muajve dhe duhet me pas një farë rentabiliteti. Po çmim minimal nuk keni parashiku, me pas si dysheme? VKM-ja nuk e parashikon vendosin e një çmimi minimal, Po. kështu që normalisht ne po marrim një vendimmarrje e cila bazohet edhe në VKM numër 60, ne jeni në 6 fraksion 1, kështu që nuk ishte hapësin ose kriter ligjor ku mundena mu bazu për me vendosur një çmim minimal. Po mirë, me fjalë ju thoni që 9000 lekë vjetra mund ta vendosin si në rresht pare dhe si në rresht fundit. Është zgjallje totalisht e lirë që i lehet operatorit privat. Po pra, Që ka me atë tregu tregu më a ka me punu, a ka me pas frekuentuesa, a ka me pas kërkesë për një shezlon rresht fundit një në vlerë sekond, 9000. lutem, një sekond. Ne po marrim rastin ku është piku i sezonit. Po. Që kena 15 korrik, 15 gusht. Dakor? Do normalisht që ka me pas një dynje të lartë frekuentimi. Atëherë, ai shfrytëzon rastin, thotë si 9000 lekë në rresht parë, 9000 lekë në rresht fundit. Po do të jetë një operator ekonomik afër ti, i cili do ta bajnë Do të jetë 9000 kjo lekë është në rresht parë, me 5000 lekë në rresht hipotezë, nuk është Këtë nuk mundena me kontrollu edhe me monitoru ne përmes një vendimmarrje të Nëse, bashkë. faleminderit që di. Faleminderit. Do t'jena mali. Dikush tjetër nga ana e këshilltarëve zoti Bianco? Përshëndetje, në këtë përcaktimin e çmimit maksimal, a keni marrë për krahasim çfarë ka ndodhur në plazhet e tjera? Ne e dim që plazhi i Velipojës në një farë mënyrë është nga pikpamja e organizimit dhe e funksionimit, shpeshherë nuk është një plazh që ofron kështu standardin e këtyne maksimal të maksimal sa i takon jo kushteve, sepse unë mendoj që kushtet i ka, por sa i përket trendit përgjithsisht kap edhe për shkak të rrugës problematike që është, kap kryesisht kategori të cilët nuk kapin maksimumin ekonomik, kanë probleme ekonomike etj etj. Dhe doja të dija si është në raport me plazhin e Shëngjinit, si është në raport me plazhin e Durrësit, si është në raport me plazhin e Sarandës, e kështu me radhë. Ky çmim. Zoti Mema? Atëherë për deri më tani të paktën në informacionin ton, Lezhë, Bashkia e Lezhës ka bërë një miratim të tillë të çmimeve tavan. Ato kanë bërë një kategorizim ndërmjet plazheve, plazhi i Tales në vedi, plazhi i Shnjinit në vedi edhe plazhi i Ranës Hallun në vedi. Gjithashtu kanë bërë një kategorizim ndërmjet shezloneve që përdorin, tipologjisë së shezloneve, plastik apo dëruri. Çmimet e tyre janë në Tale nga 3 deri në 7000 lekë, në Shnjin nga 4, Kanë vendosur edhe çmimin kanë dysheme. vendos, kanë vendos çmim sipas tipologjisë së shezloneve. Pra minimalja sa është 3000 lekë. Nuk jo. Kanë vendos çmim tavan sipas tipologjisë së shezloneve. Po pra Ku? 300 deri Çmimi maksimal në Tale për shezlonet plastik është 3000 lekë. Çmimi maksimal në Tale e kanë kategorizuar në bazë edhe të cilësisë plazhit. Tash i plazhi i Velipojës nuk besoj se mundet mu krahasu me plazhin e Tales. Jo, nuk krahasohet sepse për këtë edhe isha të shpjegu. Nuk Po, krahasohet me plazhin e Talës, Po. por kategoria e personave që shkojnë aty edhe për vetë kushtet ekonomike dhe sociale që ka zona dhe pa mundësia për më frekuentu për shkak të trafikut, rrugës etj, edhe për shkaqe tjera se mos kalojmë ka dhe arsyena tjera që pse plazhi i Velipojës nuk ka një frekuencë lart dhe fatkeqësisht i shërben kryesisht komunitetit lokal të Shkodrës, do t'ishte e mira që të mahej një tavan sa më i ulët në mënyrë që të mos abuzojë me çmimet dhe kësaj kategorie e cila ka dhe në aspektin ekonomik ka dihet ma që janë është zonat më të varfra në Shqipëri ekonomikisht të mbajnë një tavan sa më i ulët. Kjo është ideja. Fakt se di se në çfarë baze e keni këtë vlerësimin që Velipoja nuk Jo, ka një Velipoja- frekuentim. Si?
A jena të folë për Velipojen? Po. Po. Nuk e din çfarë baze e keni këtë vlerësimin që Velipoja nuk ka një frekuentim të nalë? Jo, nuk edhe kena- herë, ka frekuentim kryesisht lokal. Jo, nuk Si e keni vlerësuar? si e kam vlerësu, po besoj që është një fakt i njoftën kështu gati botnisht. Sepse ne e dim që trendi është me shku te plazhet e jugut, aty kapin çmime të larta etj dhe përgjithsisht, me e thënë kështu ndoshta gjuhë pak popullore, është kthy në një plazh për fogarej, domethënë me e thënë kështu. Kjo Fatmirësisht, është ideja. fatmirësisht Velipoja vazhdon më rrit vit pas viti, si me në qëndrimi, si me të ardhuna, si me bizneset që janë aty. Si me frekuentuesa nga zona e Kosovës edhe e Maqedonisë Veriut, po ashtu edhe me frekuentuesa nga Shkodra. Patjetër. Të vlerësimin më duket shumë subjektiv, më thonë drejtë, Po, nuk di me dhanë përgjigje Po për këtë subjektiv pjesën është edhe, jo, subjektiv nuk që është, po se është i parashtrojmë. njoftën. Është i njoftën si trend domethënë. Ju e Edhe dini një- çfarë, në- ju e dini se çfarë jetet e natë bëhet në Velipoj, Një- që dihet trendi. Tash këta janë gjëra që janë faktike, nuk është se po i shpikun. Dhe e dim që trendi i njerëzve që kanë të ardhurat larta kapin pjesën e jugut. Pjesa tjetër që kap Velipojen janë njerëz që kanë të ardhura të mesme dhe poshtë. Ky është Zoti Bianco, një bim dakord. ndërhyrje nëse mundem Po. në këtë. Edhe në arsyetimin pse jemi nis për 900 lekëshin, është edhe mundësia që ne po japim edhe me plazhet publike. Pra kemi dy kategori, kemi një kategori që është në pagesë, si Mermada është me shazllona, pra nëse s'kan mundësi te private me pagu 900 lekë, do kenë mundësi te bashkia që është nga 300 në 500 lekë, sikurse kanë mundësi të edhe plazheve publike, kërcisht falas, si vi me shazllonat e tyre. Nga ana tjetër duhet me rrit pak edhe standardin e cilësinë edhe të biznesit për më shërbim. Nëse ulet në një minimum shumë të vogël, atëherë rrinë dhe shërbimet e kanë më i ulët, edhe ndoshta edhe biznesi do ketë atë interesin e madh që mund të ketë pas për 900 lekë. Kështu që në gjithë analizën e kanë thënë që 900 lekë është një çmim i pranueshëm edhe nga takimet që kemi pas me vetë bizneset, edhe ashtu edhe nga dëgjet që kishim apo edhe nga konsultet që kemi pas me banorë të ndryshëm, 900 lekë është një çmim i arsyetueshëm për sa i përket konsumimit. Kategorizimi i plazheve siç ka bë Shëngjini. Ne nga ajo që kemi pa edhe nga analizat, faktikisht edhe Velipoja kategorizohet edhe është në disa mënyra të shërbimit të cilat përgjithsisht është e njëjtë mendoj. Pra edhe në qendër edhe pjesa e Vilunit, e cila kap një kategori mesatare deri diku, edhe ka vende që ka më të lartë. Pjesa rrjeut është po mundona për me fut edhe atë në hartën e turistëve që do shërbejnë për herë të parë tash edhe me shazlonet, dhe ne kemi bërë kategorizimin, kemi bërë tek tipologjia e shazlonit, ku 900 lekë kemi bërë shazlon normal dhe 1500 lekë këtë gazebën apo shazlonin pak më cilësor edhe me shërbim më të mirë ndoshta. Pra kjo ishte ajo që ne e bazuame mënyrën e interpretimit të vlerësimit të plazhit. Jo, thjesht nga argumenti që thamë për plazhin e Shëngjinit, ideja është që këtu ofrohen çmime këto tavane, të cilat janë më të ulta në plazhe krejt të afërta siç është Shëngjini. Tash nuk e di se si keni vepruar, mandena keni bërë krahasim edhe tjetër, sepse është edhe treg, është edhe mundësi, edhe me plazhe duke filluar edhe nga jugu, duke filluar edhe në Durrës, edhe vazhdu pastaj. Kjo është Për plazhin e Durrësit edhe plazhin e Vlonës nuk kena informacion zyrtar nëse kanë zjarë një projekt vendim tillë që përcakton çmimet maksimale. Me sa kam ndjeni janë në proces edhe ato, por nuk kam një vlerësim zyrtar se sa kanë vlerën. okay. Zonja Gjekaj. Në fakt, duke qenë për mungesë, sepse nuk kena pas mundësi me kanë në komisione dhe nuk janë bërë këto diskutime, kam një pyetje. Pse nuk keni bërë ndarjen e tipologjisë së shazlloneve? Ka rëndësi sepse duke qenë një frekuentuese e plazhit, e di mirë se si ka funksionu deri në vitin që shkoj. Ka plot plazhe private të cilat cilësia e shazlloneve lën shumë për të dëshiruar. Dhe nëse nuk do kemi një përmirësim të këtyre shazlloneve dhe çadrave, duke i lanë mundësi subjektit privat që ata ta variojnë dhe ta vënë çmimin nga 5.000 deri në 9.000 lekë të vjetra si dojnë vetë, ne dim që si popull tentojmë me keni fija abuzus, ta pa bin tanë një fjalët edhe ta po thojnë që shikon 9.000 do t'i vëjmë të vjetra si rresht i parë si rresht i fundit. Pra, pse keni mendu mos me e bë ndarjen e tipologjisë së shazlloneve dhe çadrave dhe kush do ta kontrolloj
mbarvajtjen e këtij projektvendimi për sa i përket të çmimeve. Atëherë, normalisht, vendosja e këtij çmimi tavan ka dhe një farë peshe edhe për operatorët privat. Gjithsesi ne dojmë me besu edhe po tjetër me u përshtat faktit që jena në kapitalizëm edhe tregu i rregullon vetë në bazë të kërkesë ofertës. Një shezlon i cili nuk plotson kushte, mundet me avu çmimin më 1000 lekë, po askush nuk do të shkojë. Sepse Velipoja fatmirësisht ka një shtrirje shumë gjatë, edhe njerëzit e kanë mundësinë për me zgjall nërmjet plazhit privat, ta marrë lutem, nërmjet plazhit privat, një plazh tjetër privat, apo pse jo edhe nërmjet plazhit të Bashkisë Shkodër që do të jetë i menaxhueshëm, edhe do të jetë me gjitha kushtet edhe kriteret standardet të një plazhi funksional. Pra, ne i kemi kriju këtë mundësi zgjallje. Pjesa tjetër është fakti që shpesh stacionet e plazheve janë edhe mix. Pra, kanë pjesë me shezlon ndëruri, kanë pjesë me shezlon plastik. Dhe bëhet totalisht e pamundur që të bëhet kontrolli edhe monitorimi. Edhe e fundit, kontrolli edhe monitorimi është detyrë edhe përgjegjësi e Agjencisë Kombëtare të Bergëretit, e cila me po tjetër do të jetë e shoqënuar edhe me strukturat e tjera të kontrollit edhe të monitorimit, që janë hetimi tatimor apo krijimi ekonomik për sa i përket respektimit të çmimit tavan edhe lëshimit të faturave bazë të çmimit. Më vjen keq me shtu që atëherë nuk është se kena bërë një zgjidhje të malla me këtë projekt vendim, sepse t'jeni të bindur që ka me pas një abuzim me çmimet, po nuk bëmë ndarjen e rreshtave dhe cilësisë së shazlloneve, prap ka me rannu mi xhepin e pushuzve. Ne e dim që plazhi i Velipojës frekuentohet shumë, sidomos nga gjysa Korrikut deri në fund ngushit, kur nuk ke ma vendet i detyruar mu ul dikon për shkak të nxehtit të madh, dhe ti ke me pagu 9.000 lekë dhe të rreshti 7, 9 apo 10, sepse ja ke lanë vetë në hapësinë me këtë VKB nëse ne do ta miratojmë. Edhe një pyetje të fundit lidhur me këtë. Kam një eksperiencë, të lutem sa ta marraj i këtë edhe mandem i kthem përgjigjet për të dyja. Kam një eksperiencë me plazhin e Ulqinit, me plazhin privat, unë kam evidentuar që kur shkoj dhe baj pushimet atje të merret vetëm një herë i merret për çadër dhe 2 shazllone pagesa gjatë ditës. Pra, nëse unë shkoj në 8 mjesit e plazhi privat në Ulqin, paguaj 10 euro ose 15 euro, po thojmë sa mund ta ketë çmimin, dhe nëse unë zgjalli me ik në ora 12 të drekës, ai shazllon, ato 2 shazllone bashkë me çadrën nuk paguhen më, pra paguhet vetëm një herë në ditë dhe të gjithë që mund vinë mrapa do ulen pa pagesë aty. Ju e keni menduar për ta marrë këtë praktikë e cila në fakt do ishte shumë mirë edhe për pushuesit që do zgjallin me vizitu plazhin e Velipojës? Po, mundë pa tjetër me abo sugjerim AKB-s që përcakton rregullat e funksionimit edhe menaxhimit të një stacioni plazhit. Nuk ka edhe s'ka se si me kanë kompetencë Bashkisë Shkodër monitorimi i saj. Unë kuptoj që çdo gjë shkon te bashkia, por s'ka se si është totalisht e pa menaxhueshme që bashkia me bë një kontroll edhe shërbim të tillë. Gjithsesi për të lidhur me atë faktin e parë që thotë që do të jetë pa tjetër detyruar për me avu çmimin 9.000 lekë edhe pa tjetër populli ose pushuesi me shku edhe me marrë një çadër me 9.000 lekë, besoj që gjatë kësaj periudhe vitin e kaluam ka qenë edhe 15.000 lekë. Kështu që unë mendoj që vendimarrja e Këshillit Bashkiak sot është e drejtë. 15.000 lekë, jo në plazhet e plazhet tjera. tjera sepse e kena shëtit edhe kena bërë testimet e tregut mjaftueshëm për me pa që në periudhat e pikut çmimet Edhe unë njihem si pushuese shumë e plazhit Velipojës, edhe nalem në disa pikat plazheve të ndryshme, dihen mund jetë ose 1 ose 2 vende që janë plazhe private dhe kushtet janë bajagi të mira që i vendoset 15.000 lekë, dhe ajo për rreshtin e parë dhe dytë. Jo për rreshtet e tjera, për rreshtin e tretë mrapa kanë çmime 10.000 lekë. Edhe për shkrimi i gazebos, kë do cilësojmë gazebo, sepse unë si pushuesi di që gazebo duhet jenë 2 shazllone druri me veshje sfungjeri të trashë dhe rrethume me perde. Ato quhen gazebo, pra jemi njësoj të përshkrimi që t'ja bajmë të qartë pushuesve, që ta dim mos ulem një vend që e mendojnë që nuk është gazebo dhe kam i shku kuponi tatimor 15.000 lekë vjetra. Pra është e rëndësishme që të bëhet dhe përshkrimi. Mendoj që ky projekt vendim ka nevojë për disa plotësime edhe shtesa. Për të qenë sinqert dhe këtu po flas
si një pushuese dhe dashamirëse shumë e madhe e plazhit të Velipojës. Tu kanë qenë ato në pushusa në Velipoj, përveç se edhe punojsa. Po tjetër që këtë diferencën e gazebos edhe shezlonit, besoj që e bajmë tonë edhe se di si mund ta detajojmë. Shkrejt e qartë, besoj. Ishte si e përshkruva, unë duhet mu detaju dhe në projekt vendim. Jo të gjithë din me e kuptu ndryshimin ndërmjet një gazebos dhe dy shazlloneve thjeshta me një çadër. Sepse do lihet vend për abuzim gjithmonë nga subjekti privat, që dikujt do t'ja shesin, do t'ja japin, pra si gazebo në fakt është shazllon i thjesht me një çadër. Pra, është e mjera që të detajohen tana pjesë në mënyrë që mos lajm hapësina, po thojmë për abuzim. Kjo është e saktë, kjo po duhet të kuptohet diçka, që gjithë nocioni i vendosjes të çmimeve është edhe tek tregu i lirë, pra që nëse ai s'ka pas dëshirë për më ul atje, do ketë mundësi për më shkutë një plazh edhe që do bëjnë pak më të lirë. Pra kjo është edhe konkurrencë tregu, duhet kuptojmë. E mund ta vend 600, mund ta vend 700, mund ta vend gazebo 100.000 lekë, pra ose 10.000 lekë vjetra. Pra që është edhe konkurrencët, pra duhet me folë edhe për një formë menaxhimit edhe biznesit që kjo duhet të pas dorën e lirë. Shikoj, ndonjëherë, edhe nëse edhe deri tash nuk kena pas një projekt vendim ku cilësoshim një çmim tavan, siç e kena në këtë rast, nuk është se tregu nuk e ka, kërkesa nuk e ka përcaktuar dhe tregun, se ne kena pas shazllone me 5.000 lekë vjetra deri vjet. Kush s'ka pas mundësi, ka shku te 5.000 lekë vjetra, kush ka pas mundësi, ka shku te 15, dhe kush s'ka hiç mundësi, ka shku te plazhi publik ku i marr tana me vedi edhe shkon dhe pushon. Kështu që prandaj them, duke qenë se është marrë iniciativa për të bërë një projekt vendim, mendoj që duhet të ishte i detajuar në mënyrë që mos lashim hapësina dhe aq sa më shumë ti minimizoshim abuzimet, ndoshta s'kan me nol, por kam frikë të pas Viti parë është, parasysh. do jemi në mikqyre gjithkohës për me pa se si do funksionoj, po pse deri tash është e qartë edhe nga biznesi edhe nga qytetari, por patjetër që do shohim në vazhdim se si do reagojnë. Faleminderit. Zoti Shkau. Përshëndetje. Në bazë të cilit çmim pagun tatimet qytetari privat. Cilës referencë, 9.000 lekë shita apo 5.000 lekë shita. Dhe të privati nuk kena arsy me hi hiqna. Privati ka konkurencën e vetë, do që ta bojnë 20.000, do që ta bojnë 10.000, në qëtë saj nuk e bën ashtu si duhet, nuk i shkojnë klientat vetë. Problemi jonë është të ata bashkisë. Problemi është të zonat e lira. Të privati nuk ka s'keta pse me e gjyku hiq. Ajne që se ka me që 20.000 lekë, s'ka me ullë. Që se ka me që 30.000 lekë, s'ka me ullë. Kush? Që aty, po në qëfar bazë është, në qëfar çmimit paguajnë tatimet private. Sepse ti s'mundesh me ja diktu ati, derisa të paguajnë tatimet e bashkisë, nuk mundesh me diktu edhe çmimet, se na privat është ekonomi të rregull. Ka ç'kisha. Po të lutem, por gjithsesi edhe ky plazhi i Velipojës edhe vija bregdetare, jo vetëm e Velipojës, po e ton Shqipënisë, një mënyrë ai tjetër është e tonëve ne si qytetar. Jo, është diktim, Të lutem ta marrë. Vazhdo. Është diktim mi bazën e privatit, se ti ja ki lënë atë pjesë private me menaxhuaj. Po tjetër. Derisa ja ki lënë me menaxhu privati, ai din vetë si vën çmimet. Shika, të kuptojmë diçka. Ta kuptojmë ta marrim pak më gjanë. Pra, shpeshherë privati ka abuzu. Abuzimi privat është kosto për gjithë, nuk është vetëm për privat, që të kuptojmë. Ti nëse e ke marrë çanën e Velipojës, çanën e bashkisë nesër për një tjetër apo një festë apo në vende të ndryshme që ti mund të marr privat dhe e merr me qira. Ti detyrohen njerëz për marrë sepse një vendin më të mirë, dhe nëse e vën në maksimum abuzon me imazhin. Ai imazh përkthehet te restoranti, ai imazh përkthehet te hoteli dhe nikon tek gjithë destinacioni. Ne janë edhe vendime të tilla që marr për gjithë Shqipërinë dhe dim që janë abuzuar në mënyrë katastrofike. Velipoja jo shumë, por edhe vende të tjera duke arritur me bë këtë VKM që të ketë një kontroll sepse është menaxhim destinacion, nuk ka thjesht çmim. Jam me ty dakord, po që është e lirë. Është e lirë Dhe patjetër. Dhe pranoj e kena vukte që është e lirë, po që më bën 700 lekë, 600 lekë 500 për ja abuzim. Ne kena menduar që 1900 lekë është abuzim. E i lirë është me vuk 300, avelin 500, 700, edhe fitimi i del, po është destinacioni që duhet të menaxhu. Është punë e madhe që bëjmë gjithë bashkia, bashkën bizneset e tjera të neshme, dhe mund dalën 2-3 vetë që abuzojnë, që mund dalën në media, një çmim i tillë,
Edhe dim se çfarë fuqi ka media për përkeçësimin e imazhit. Dhe kjo është koncepti i përgjithshëm i kësaj, pra pa hin detaje. Me çmimet e Velipojës duhet të jenë të kënaqur qytetarët, sepse ti shkon në jug, shkon në Durrës, shkon në Vlorë, shive çfarë çmimit ka. Prandaj te privati un jam që për mos në hyrje të privati. Ne të menaxhojmë ato që i takojnë bashkisë, ata të menaxhohen sepse ata të jenë konkurrent privatit. Ky është mendimi im. Mirë, faleminderit zoti Shef, zoti Beri. Përshëndetje. Deshta me sqaru diçka se po trompetohet sikur privati ka me pas veç çmimin 900 lek dhe këto operatorët privat që deri vitin e kalum e kanë menaxhu plazhin e Velipojës, është ndër plazhet më të lira në Republikën e Shqipënisë, domethënë edhe po dalin këto operatorë sikur janë abuzuesat më të mëdhenj. Në çmimi maksimal nga vetë eksperienca që kam tërsa vite në Velipojë ka kënë maksimumi 10.000 lek të vjetra gjithmonë dhe ka edhe privati ka nga 300 lek që fillon qershori, 500 lek edhe 400 lek, domethënë nuk është abuzu asnjëherë sepse po i nxjerrim ta operator që e kanë marrë Velipojën abuzuesa, ndërkohë që nuk krahasohen as me Shëngjinin, as me Durrësin, as me asnjë plazh tjetër, është plazhi si çmimet e hoteleve, sepse po nisha edhe kryetarin se ke drejt kur thu që ajo përkthehet edhe te restoranti nëse një abuzon, por nga eksperienca me operator në Velipojë nuk ka pas abuzime, mund dalin 1-2, po shazdonet kanë qenë me vite me radhë një çmim 500 deri 1000 lek maksimumi. Edhe ato në një pjesë, domethënë në një pjesë të sezonit, i pjesë pothuajse i muaj mund të kenë shku çmimet maksimumi 10.000 lek. Prandaj duhet t'i sqarojmë turistave edhe publikut që na njeh që çmimi 900 lek nuk nuk ka me kanë për privatin vetëm 900 lek, sepse nuk është e mujtun, nuk merron dakord gjithë operatorët që me marrë 900 lek, sepse na e dina si në çdo gjë tjetër nuk bin dakord, nuk bien 14 kilometra vi bregdetore aq biznese sa janë s'kan si merro dakord me marrë njëjtin çmim, prandaj t'ia sqarojmë sepse nuk ka me kanë vetëm 900 lek çmimi i shazloneve për operatorin privat. Faleminderit. Ardit të falenderoj unë për ndërhyrjen dhe shumë e saktë, që duhet mu kuptu mirë që 900 lek është maksimumi dhe jo çmimi që duhet mu bu. Pra po flasim për çmim tavan, pra tavan do të thonë maksimumi, minimumi mund të shkojnë kudo. Kështu falenderoj për ndërhyrjen. Faleminderit. O zonja Shkrela. Përshëndetje zoti kryetar, përshëndetje kolegëve, përshëndetje nën kryetarët. Në fakt, e para i herë, ne këshilltarët që po hyshim për me ba këtë mbledhje, që sigurisht mbledhjet e Këshillit Bashkiak duhen konsideru si më të rëndësishmet, të i pas parasysh se është institucion vendimmarrës. Ne të i hy, kryetari i bashkisë të i dalë. Nuk ishte një kostum që po shkote në një gjë sportiv. Dhe kjo do të thotë që kryetari i bashkisë tregon vlerësimin që ka për institucionin e Këshillit Bashkiak dhe për qytetarë që na njekin. Por nga ana tjetër ka dhe drejt. Se numrat i ka, ta në qojnë kartonin blu, e ka rregullu punën për çfarë duhet më ardhë. S'ka pse më ardhë se s'nin në i detyrim. Jeshil kartonin, s'kena. Beneti jeshil. Po, unë e kam fiksim bluhën, kështu që blu më duket edhe ky kartoni. Edhe për blu kena varu. Dhe në fakt më bën shumë përshtypje, patjetër që është diçka e mirë në fakt për me vu një çmim tavan, sepse nuk lën edhe vend për abuzime me çmime të mëdha, pavarësisht se unë jam dakord me kolegun Beri, ma shumë se 1000 lek treja nuk ka shku në fakt Shazdoni, se na tanë shkojmë Velipojë dhe kalojmë pushimet atje. Sikur se s'ka ndodhur ndonjëherë përpara, si mjet bashkia nuk organizoi çeljen e sezonit turistik në Velipojë. Që në fakt ky ishte një skandal.
Mamej, flasim këtu për këtë çmimin, se më kujtohet tash fjala një politikanit shqiptar shkodran, me shumë vlera, indjeri, Pjetër Abnori, që ka pas thonë, o, ju nuk jeni socialista mërë, ju jeni specialista. Dhe më vjen keq që kjo fjalë e të ndjerit Abnori është aktuale edhe në 2026. Më vjen keq që përfshiheni gjithë, por në fakt specialisti këtu është kryetari i bashkisë, sepse ai i ban të gjitha këto vendimet dhe këtu s'ke as çfarë ban pyetje, se ban pyetje merr një ata përgjigje se një ashtu duhet me thanë. Kështu që është e kohë të vetëm diskutim. Merren ata përgjigje si janë mu marë, sikurse i kanë mësu shefja kabinetit e tjerë, që bajnë ligjin bashki. Këtu flitet për këtë sezonin, këtu flitet për këtë shezlonin në një lek, okej, në por kjo nisma e fundit ju ban përshtypje ju ose kolegëve të mi këshilltar këtu që kartonin blu e çojnë për çdo projekt vendim dhe nuk shihni që jeni të gjallë prej qytetarëve me shërby atyne, jo Benetit, të Spakut. Se i Spakut është në fakt. Po ju nuk e shihni katrahuren që noll qysh se ky Beneti i Spakut drejton bashkinë që prish në fillim të sezonit turistik, fillon e prish objekte? Po ju nuk ju ban përshtypje domi që i ban bizneseve, qytetarëve, që prish imazhin, që edhe ata pushues që dojnë marrë këtu prej këtyne objekteve që prishen dhe prej kësaj rrëmujës që krijon çdo vit, shkojnë ma në shnjin. Po, zoti Mema, me kanë shnjini më përpara se na, turpe i bocë. Qoftë me çmime 3.000, 5.000, 9.000, 10.000 sa i kanë vu, me seleksionim shezlonesh, unë për mi prallë në shnjin, e sjenat zot na me e ban Shkodër, jo se sjenat zot. Po këtu kena hall me mlell lek për Benetin e Spakut. Jo në shërbim qytetarëve. Unë jam krejt dakord, si që thatë ju janë rritë të ardhunat. Po tjetër që janë rritë të ardhunat, sepse keni rritë taksat, po keni vu parkingje me pagesë gjithkohë, po keni bave këtë biostrajcen me lek, po keni rritë ato çmimet e tregut e... Po tjetër që rritën ato taksat, kur të bani gjithçka në kam të pagesës, do të rritën taksat pa tjetër. Kjo katrahura e këtyne prishjes së ndërtimeve në fakt duhet ju bëjnë përshtypje. Nuk e kam me ju, kupolën drejtuese po thona, po e kam me kolegët e mi këshilltar. Në fakt sot u do të kjo mu diskutu. Damet që i banë sepse aty ka dhe biznise që i kanë me letra, i kanë me certifikat përënësijet, dhe të hysht t'ja prish, si më thanë, se i teket kryetarit bashkis me ba aty, ka fillu me i pas fiksim këto kërsit e bicikletave, të keni pedonale aty, mamej, dënë me bar rrugën për makina, a keni parashiku parkingje? Se, ka rritje të fluksit, të lutëm se po flasim për Vilipojen kryetar. Për projekt vendimin. Ka rritje të fluksit, ku do të shkëtojnë problemet e qytetarëve. Dakor, po diskutimi është një ditë, i bëjmë këto që i duket bata shti. Kena tjerë aprep? I kthehen aprep? Po pra, marrë projekt vendimin, kryetar, po pikërisht për projekt vendimin po flas, sepse merreni me fasada, por nuk merreni me rrit cilësinë e shërbimit, me rrit cilësinë e turizmit atje. Mamej patjetër që çdo vit ka pak e ma pak, nuk është e vërtetë se është rrit numri i turistave. Numri i turistave në Velipoj, veç me e pa pedonale në darkë, vjet të tjera. Shumë ma pak ka pas. Vetëm për shkak këtyne gjanave që banë, Beneti i Spakut qysh se ka ardhë. Sa mirë din në prish objektet me leje atje, pronat e veta i ka siguru. I ka siguru tëna. Po jo marë, duhet i fije mëshirë. Duhet i fije mëshirë dhe duhet i shërbesh qytetit, duhet i shërbesh aty në bizneseve, duhet i shërbesh qytetarëve. Po jo të bani këtë që jeni të i banë Velipoj, skandal, me diskutu çmimet e shezlloneve. Dakord më shumë mirë që e keni bo, mos i jepni kaq za, por i jepni kaq za për me mbyll skandalin që jashtu ju bën Velipoj sot. Mirë. Turp e faqe Azez me çashtu ju bë në pikë të sezonit turistik. Dhe më vjen shumë keq edhe herë për gjithë kolegët që nuk e çojnë zanin për këtë që jashtu ju bën Velipoj sot dhe që noll vitet e fundit të ju prish ndërtime pa leje dhe të ju prish imazhin e Velipojs. Dhe gjithë shkojnë shien mamaj. Nuk vin Velipoj. Këtë shifni.
Mos shihni shezllonin. Besoj zonja Petani do të ketë ndërhyrjen tash. Jo. Faleminderit kryetar. Asi gjatë. Ja, deshte me la një shpjegim të, a mundem kryetar? Po, ka në kryetarit, lutem zoti Beka. Me disa, një me vënë disa nga pikat që ngritet, e pa nisim me të parën me hapjen e sezonit të vetë që nuk u ba. Qysh me marrën administrimi i Bashkisë Shkodër nuk ka bë asnjë hapje sezonit. Vizioni që është shumë i qartë. Sepse po ja ta shpjegoj pra që ta është më bukur se mendon. Sepse Shkodra sot fatmirësisht e shohim gjithë po kalon në 4 sezone turizëm, 365 ditë. Dhe nocioni i hapjes dhe mbyljes të sezonit është në krejtësisht i vjetër në vendimin tonë. Dhe prandaj është hek. Por nuk mund është ti për me dalë që të me thonë, e hapim qilësin e sezonit me datë 1 maj dhe mbyllëm në 1 shtator. Kjo është një emocion krejtësisht i gabuar dhe ishte një nga pikat e parë që kryetari banin me marrë ndërsim. Dhe kjo tregon mas mirë dhe çmimin nga ato 3 çmime që janë shumë të ngjitra, bëhen gjithë krenar për ato 3 çmime. Jo gjithë Shkodra. Do me kanë krenar bizneset. Do me kanë krenar qytetarët, sepse po flasim një para Krenar që prishte në sezon turistik. Keni ju, po mos vini në emrin Jo, Shkodrës. ta shpjegoj pse më kanë krenar, edhe ti do më kanë krenar, ta shpjegoj. Jo para 15 vite, para 3 viteve, mas është duke ke pas njerëz para bashkisë ma. Dhe ne arritëm që me spostu sezonja thjesht në një periudhë 3 mujore të turizmit, një turizm të fragmentuar, një turizm krejtësisht me të ardhurën të ultima, e këto në 12 muaj pra. Dhe sot, ti ke qenë të mbetohet më ardhë, në Shkodër, banë të stacioni parë Shqipëri për sa i përket aktivitete dimërore, i në stacioni parë për sa i përket numrit të organizimit të aktivitete në Shqipëri, dhe këtë më kanë krenar, ndëruar, kemi një rritje më të madhe me 32% si destinacion të numrit turistëve, një 500.000 në fjetet. Për të flasim për lek, për flasim për ekonomi, se flasim politik. Pra këtu do shkon të biznesi. Ai biznes shkon punësim, në sërinë sot ka gjallërim më të madhe, me këtu me pranuar. Dhe kjo vjen nga numri i madh i aktiviteteve. Gjithë aktivitetet përkthehen në turizëm 365 ditë. Dhe është një nga procedurat më të mira për sa i përket rritjes në fakt të flasëve për nuk gabojnë. Vetëm merr numrin e të ardhurave, merr numrin e turistëve, merr kalon në Shkodër që është e para në Shqipëri, merr aktivitetin më të të parë në Shqipëri, merr destinacionin përgjithësisht se si ka kaluar nga një destinacion sezonal i fragmentuar, i pa konceptuar dhe pa vizion, në 365 ditë turizëm. Këto janë përkthime aty në 3 çmime që morën në ditë pra. Faleminderit. Pyetje të lutem, një pyetje. Jo, për çfarë pyetje, lidhe me çfarë? Një lidhje me sezonin. Jo, Se tha, nuk po, është, jo, e kena më projekt vendimi. Jo, lutem. po, Jo, jo. lutem. Jo, Po tjetër sepse pa- unë kam në kryetarin, lutem se du me kanë shumë e qartë edhe me qytetarët që na Po njihun. mos hapim debate që s'kan bëj me Jo, projekt për vendimi. sezonin se tha nuk ka një hapje dhe një mbyllje të sezonit turistik. E thot ka këtu, gjithë një vjetore. pyetje kam. Po. Qeveria me VKM, Po. a ka përcaktuar se kur fillon dhe kur mbaron sezoni? Kjo ishte pyetja. Çfarë kuptimit çfarë ligjor? Un kam sezonin vizionar të Ka Bashkisë Shkodër. përcaktuar kur fillon dhe kur mbaron me vendim të Këshillit të Turizëm Ministrave? 360 ka. Ka të përcaktuar. Shif turistët që kanë rrugë. Ka të përcaktuar. Del janar, del shkurt, del periudhë, del maj. 1 maj deri me 30 shtator. Lutem, Është sezoni veror turistik. E përcaktuar me VKM. Po për vizion të Bashkisë Shkodër 365 ditë turizëm. Të kjo është i prekshëm. Në ligjet, Mos flitni për thefin. Mos flitni për thefin. Atje ka turizëm, është e vërtetë. jo e Shkodra, Fututi, Belitore, Shiroka. Pavarësisht se mohet në kam thefi se e ka Kalojmë tek mendimi i kryetarëve të grupeve në lidhje me projekt vendimin fjalë. Zonja Xhekaj, Grupi jonë shpreh dakordsinë në lidhje me projekt vendimin. zoti Sokoli, Njëkohësisht dhe grupi unë është për projekt vendimit. zoti Bianku, Nga ajo që au diskutu në mbledhje, rezulton që ky vendim nuk ka se përllon në një lloj pasojet. Mira do të ishte që të bëhej kategorizimi, sepse me këtë maksimum që është vendos, nuk zgjidhet as situata e pushuesve, as e bizneseve, sepse trajtohet e gjithë velipoja njësoj dhe kjo nuk është në të mirën e gjas, kështu që ne abstenojmë. mirë, ju falenderoj. Atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 1 për përcaktimin e çmimit maksimal
të çadrave dhe shezlongëve për zonën bregdetare Vilipoj Rrëll për zbatim nga subjektet private. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 26 vota pro, 1 kundër, 3 abstenim, miratohet projekt vendimi numër 1 për përcaktimin e çmimit maksimal të çadrave dhe shezlongëve për zonën bregdetare Vilipoj Rrëll për zbatim nga subjektet private. Kalojmë tek projekt vendimi numër 2 për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1, datë 22/2/2016 për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër të ndryshuar. Fjala për zotin Behari. A drejtoria taksave. I nderuar kryetar, të nderuar këshilltar, të nderuar pjesëmarrës, paraqesim para jush projekt vendimin për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1 datë 22/2/2016 për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër të ndryshuar. Bashkia Shkodër ka kategorizuar bizneset në bazë të përgjegjësisë tatimore për efekt të përllogaritjes së tarifave vendore, tarif pastrimit, nënçmimit dhe tarif gjelbrimit. Në biznes i vogël, tatimi thjeshtuar me fitimin dhe biznes i madh tatimi fitimin referuar ligjit 8438 datë 28/12/1998 për tatimin mbi të ardhurat i ndryshuar. Ndryshimet ligjore për ligjin mbi të ardhurat të miratuar me ligjin 29/2023 për tatimin mbi të ardhurat i ndryshuar, i cili ka shfuqizuar ligjin numër 8438 për datë 28/12/1998, si pasojë ka sjellë shfuqizimin e kategorizimit të bizneseve, biznes i vogël dhe biznes i madh. Për efekt të llogaritjes së tarifave vendore duhet bërë kategorizimi i ri. Detyria e taksave dhe tarifave vendore për të qenë në të njëjtën linjë ka vendosur që kategorizimi i bizneseve të bëhet mbi bazën e çarkullimit vjetor, pavarësisht formës juridike, person fizik apo entitet, ku përjashtohen kategoria ambulant, institucion shtetëror dhe OJF. Kategoria e parë 0 deri në 8 milion lekë xhiro në vit, kategoria e dytë mbi 8 milion lekë xhiro në vit. Gjithashtu, drejtoria e taksave dhe tarifave vendore ju paraqet në këtë projekt vendim edhe rregullimin e marrëdhënieve me individët të cilët nuk janë pjesë e agjendit tatimor, i cili është ujësjellësi i Shkodër, pra nuk tarifohen për taksat dhe tarifat tek ujësjellësi. Pra ne paraqesim regjistrimin dhe përcaktimin e detyrimit tatimor, trajtimin e rasteve me vështirësi ekonomike, lidhjen e akmarrëveshjes si dhe dokumentacionin e nevojshëm për lidhjen e këtyre akmarrëveshjeve. Gjithashtu, në këtë projekt vendim, ne ju paraqesim edhe parashkrimin detyrimor të detyrimeve vendore, i cili rregullohet edhe me nenet 73, 100 dhe 102 të ligjit 99/20, ku parashkrimi për 5 vite ndërpritet vetëm kur administrata ka marrë masa formale, njoftime zyrtare, vendime këshilluese, vendos barre sigurie, masa ekzekutimit e tjerë. Gjithashtu ju paraqesim edhe detyrimin tatimor për bazuar tek neni 6.2 e ligjit 99/20 për detyrimet tatimore ku lindë pavarësisht se ti krijon të ardha në një mënyrë të ligjshme ose të pajashtlishme, bash pronar një pasurie të ligjshme dhe të paligjshme, të lindet nga linja drejta dhe ne si bashki që të vjellim detyrimet tatimore. Kjo normë synon të sigurojë që të gjithë individët dhe subjektet, përfshirë ato që realizojnë përfitime jashtë sistemit ligjor, të trajtohen në mënyrë të barabartë për qëllime tatimore. Gjithashtu, edhe te ky projekt vendim kemi edhe propozimet që kanë bërë drejtoritë e shërbimit social, i cili është një propozim është për përjashtimin e tarifave lokale, që janë tarifat pastrim, gjelbrim, nënçim për subjektet, do të thonë si përmarrjet e drejtuara nga gra kryefamiljare me fëmijë nën moshën 22 vjeç. Domethënë, përderisa fëmia të jetë deri në moshën 22 vjeç, që të bëhet i afër punë të kryej shkollën, ti ndihmojmë me këtë lehtësi fiskale të përjashtohen nga tarifat vjetore. Gjithashtu, në këtë projekt vendim kemi lehtësi fiskale po nga drejtoria e shërbimit social që të përjashtohen nga tarifat lokale për një periudhë 2 vjeçare, bizneset dhe sipërmarrjet të përfitues të granteve startupeve nga Bashkia e Shkodër dhe startupeve të programit të vetëpunësimit nga AKPA. Gjithashtu, në këtë projekt vendim kemi një zbritje të 50% të tarifa për subjektet që punësojnë për një vit, personat e komunitetit rom ose egjiptian, për subjektet me xhiro 0 deri në 8 milion.
si edhe kemi edhe dy propozime të ardhura nga Drejtoria e Sportit dhe Kulturës, përjashtim nga tarifat vendore pastrim gjelbën 100 për subjekte me xhiro 0 deri në 8 milion, për subjekte të cilat investojnë në terrene sportive ose kanë në përdorim në terrene sportive, si mund të jenë fusha futbollit, fusha minifutbollit, basketbollit, volejbollit dhe tenisit. Gjithashtu, përjashtim nga tarifat lokale, tarifa pastrim gjelbën 100 për subjekte që veprojnë në fushën e artit, piktor, skulptor, galeri pikture, muzikant, këngëtar dhe shtëpi butuese. Ju falimderit, ju ftoj ta votoni këtë projekt vendim. Faleminderit zoti Bahari. Atëherë komisionet nuk janë mbledhur, po citoj edhe një herë, kalojmë tek pyetjet dhe diskutimet nga ana e këshilltarëve lidhur me projekt vendimin në fjalë. Do t'ju bash thirrje edhe këshilltarëve të cilët nuk ndodhin në sallë. Aktualisht janë 24 këshilltar prezent, kështu që mbledhja nuk Zoti duhet kryetar, për nevoja t'i presim 2 minuta. Jena me 24 vetë, kështu që korumi minimumi për të vazhduar mbledhjen e 26, ju lutem. Kështu që njoftoni që të vinë dhe kryejnë detyrën siç duhet. Kena nevojë për i tualetë në sallë, më kryetar. E di. Lutem sekretaria të bëjnë verifikimin e këshilltarëve sa është numri prezent. Atëherë 30 vetë janë prezent, atëherë vazhdojmë me pikën e dytë. Pyetje, po, zoti Anamali. Po, faleminderit kryetar. Usta që do të ketë lehtësira fiskale për disa subjekte, kategori subjektesh, përjashtim nga taksat vendore, tarifat vendore, si dhe përgjysmim të këtyre tarifave për ato subjekte që janë parashkruar në relacion. Pyetja është si do mbolohen, po themi, më thoj sa këto hupje, sepse ne nëse do i përjashtojmë nga këto, do krijojmë një pushtet, po themi, tek të ardhurë, si do mbulohen to, nga çfarë të ardhurës tjera. Për sa i përket efekteve financiare, për lehtësirat fiskale në fushën e sportit, ndoshta jena dhe shquhen si qyteti i sportit, por është ndoshta s'pa them tërë, por nuk është bukur që në qytetin që ne jetojmë kemi vetëm 13 terrene sportive duke përfshirë edhe fushat e minifutbollit. 13 terrene sportive, 5 të cilat nuk janë në përdorim. Do të thonë mund të kemi vetëm 8 terrene sportive, që një vlerë totale përfitimi është tek 800.000 lekë të reja që mund kenë ato, domethënë gjitha bashkë. Kjo është një politikë incentivuese që ne si bashki të incentivojmë. Nuk është një vlerë e madhe që i falin ndoshta bizneseve, sepse në fund të fundit i falin vetëm 17.000 lekë për subjektet që ushtrojnë aktivitet në njësinë administrative qytet dhe më pak në njësitë administrative të tjera. Kështu që vlera, sepse duke marrë parasysh që ky projekt vendim hyn në fuqi në qershor, do t'i falë vetëm gjysa vitit, kështu që vlera që ata vlera efekti financiar është 4 milion lekë. Por sa i përket 4 milion lekë të vjetra, do të thënë 400.000 të reja. Por sa i përket subjekteve në fushën e artit ose të kulturës, që ka ardhur propozimi nga kategoria e kulturës, në gjitha ato lloje kategorish që unë ju përmenda, subjektet që përfitojnë janë 10. Domethënë, ne kemi vetëm 10 biznese në qytetin e Shkodrës, në këto kategori, këngëtar, muzikant, studio muziket, piktor, studio pikturet, galeri dhe shtëpi butuese. Domethënë, vetëm këto 10 biznese, këto janë politika incentivuese që ne të ndihmojmë bizneset, të ndihmojmë sportin dhe kulturën që nëpërmjet biznesit të bëjmë tonë ne si bashki të kenë politika
të mot leta për me ecë nëpërmjet biznesit këto dy kategori. Jo, jam shumë dakord jam shumë dakord me nësi Lutem. Po, vazhdo, zoti Anamali. Zoti Anamali, lutem. Lutem, zoti Anamali. dakord që nuk jam kundra incentivimit të bizneseve, se në është o kesh kuptume, por nuk ishte thjesht një kategori subjekte që përjashtojnë totalisht, por ka edhe kategori me subjekte që i ka lehtësinë deri në 50% nga barra fiskale. Lehtësia 50% që ta Ja, përfitojnë. ta marrë, lutem, ta marrë. Fal. Sepse këtu nuk kena asnjë analizë se sa tek qysh etj, pra për me pa më në detaje. Dhe më fola parimisht, pra, gjithë kjo mungesë që të ardhurat, si do kompensohet, kjo ishte ideja. Pastaj ju keni bërë një kategorizim tjetër që keni thënë me subjektet deri në xhiro 8 milion dhe kategorizimi tjetër me xhiro mbi 8 milion. E kuptohet që do të kenë ndryshime mbi barrën fiskale. Apo jo? Atëherë, nëse një subjekt ka një xhiro vjetore, po themi 1 milion, duhet paguajë një lloj se që ka 8 milion? Pyetja. Ose tjetra, një subjekt që ka 9 milion xhiro vjetore dhe do paguajë një lloj si një subjekt që ka 14 milion xhiro vjetore, barë fiskale. Zoti Behari. Atëherë, për të këtë pyetja e parë, të subjektet që do fitojnë 50% të lehtësisë fiskale. Subjektet që do përfitojnë 50% të lehtësisë fiskale do të binë në fund të vitit 2026 që ka pas për një person nga komuniteti rom ose egjiptian të punësuar gjatë gjithë vitit. Edhe efekti financiar nuk do të pasqyrohet këtë vit, por do të pasqyrohet vitin tjetër. Për sa i përket ndarjes së kategorive të biznesit 0.8 dhe mbi 8, ne kemi ndryshimi i ligjit ka filluar qysh në vitin 2025. Edhe ne kur kemi bërë edhe parashikimin e të ardhurave, na ka gjetë të papërgatitur dhe nuk e kemi bë të biznesën, nëse e shihni edhe relacionin për parashikimin e vitit 2026, nuk është i bën me konceptin biznes i madh, biznes i vogël. E kemi bërë me xhiro 0.8 edhe mbi 8. Xhiro e atyre subjekteve është bërë me xhiron e vitit 2024 sepse akoma nuk ishte mbyll viti 2025. Për këtë arsye ne kemi pritur që këto ndryshime të mos sjellin ndrikim të buxhetit i vitit 2026 dhe kemi pritur deri datën 31 mars për të bërë mbyllja vitit 2025 që ne të vendosim kufirin. Me mbylljen e vitit 2025 me datën 31 mars ne kemi pa që nuk ka ndryshime, por janë pak a shumë të njëjtat deklarimet që kanë bërë subjektet nga viti 2024-2025. Pra nuk do të kishim ndonjë diferencë. Edhe projekt vendimi ka ardhur pak me vonesë sepse nga 20 ditë që i paketës fiskale ne jena detyruar që me pru në fund të muajit. Kurse për sa i përket xhiro si thotë ju nga 9 edhe 2014, e njëjta gjë ka qenë edhe më përpara. Dakor, po ideja është që na me përmisu, jo për me lonë si ka kënë. Për me, është vërtet që mund na me përmisu dhe për me do me fashë orare, por Me fasha batarë dhe me gjiro. fashë të xhiros, por duhet pasur parasysh sepse ne nuk e kemi kontrollin mi subjektet për të kontrolluar xhiron. Është një drejtori tjetër dhe ne nuk mendemi peng. Një drejtori tjetër për të vendosur xhiron. A shumë e thjeshtë ta përmbledhim. Pra ideja është e tillë që kryetari i bashkisë ka invituar çfarë që më ndihmon me suportu artin, kulturën, sportin dhe trit. E nisim për kësaj. Pra në këtë drejtim është bërë një iniciativë e cila në pamjet parë ndoshta nuk ka një efekt madh financiar tek biznesi, pa është një shtys që më bë trit për me hap biznesin e punu në këto 3-4 sektor. Dhe e dyta bashkia shkollë ka rritje të ardhmësh, nëse mundesh më thënë se si mund të shish nga taksa e ndërtimit apo nga të ardhmët nga turizmi, nga taksa fjetës, të cilat do kompensojnë këtë menaxhimin apo lënien e mosmbledhjes taksave nga suporti financiar. Faleminderit. Po tim tash, mos pyet grupet.
Kena pyetje dhe diskutime tjera, po zonja Qyteza? Përshëndetje gjithëve. Gjithashtu do doja të theksoja që është një fakt i gëzueshëm fakt që politikat fiskale të bashkisë synojnë të ndihmojnë, të mbështesin këto kategori njerëzore të cilët kanë vërtet nevojë për mbështetje. Siç janë gratë, siç janë vajzat nëna, siç janë fëmijët me nevoja të ndryshme. Ato lek bashkia nuk po ju kërkon në si taksa apo si detyrimet e tjera fiskale, po ja lënë në dispozicion që të ndihmoj ekonomitë e tyre. Sidomos ato që kanë ndërtu vetë një biznes, sot të vogël, sot të modest, bashkia po i thotë që këto lek po i tejet nuk i du, ti mosh ti, ne mosh familjen tënde. Përveç sallnimave në mbështetje të këtyre kategorive. Gjithashtu, kam rastin t'i kërkoj të gjithë biznesmenve apo punëdhënësve të punsojnë sa më shumë nga kategoria sociale vulnerabel, nga komuniteti rom dhe egjiptian. Sepse ky është motivi që ne kemi për të mbështetur ato sillim fiskale, për t'i punësu, për t'i integru, sepse vetëm puna, vetëm punësimi i tyre eliminon shoqërisë e komunitetit në Shkodër shumë probleme tjera sociale që shkaktohen nga mos punësimi i tyre. Gjithashtu një ndihmë shumë e madhe, siç e thash, e vazhdoj ta them, për nënat që janë kryfamiljare. Ato kanë një ndihmë sado e paktë në dukje, është një ndihmë plus të tjerave që bashkia apo sektori i shërbimeve sociale i jep kësaj kategorie. Ne po i shtojmë edhe diçka tjetër, një plus tjetër. Prandaj mendoj që ai dyshimi se ku po i merr bashkia për të kompensuar këto, drejtoria i këtë punë ka. Zoja Qyteza, unë nuk jam Me kundër, balancu ekonominë, me balancu llogaritë, atëherë nuk jam kundër mos incentivimit të tyre shtresave. po për këto po flasim, bro. Po për një sekond, të lutem një sekond. Pyetja ishte konkrete, sepse nëse ti krijon një handicap të të ardhurnat, ka një fushë të caktuar, ti e ke vlerësuar se si do i kompensosh këto mungesa. Dhe zoti Bega me drejt tha, no, Ju a tha shumë mirë, këto nuk kanë qenë parashikuara në Zoj, vitin lutem, tjetër, zoti dhe Beka- efektet financiare Janë, nuk i japin këtë vit, i dakor, japin zot- vitin tjetër. Zoti Beka tha me drejt tha, duke qenë se janë rritardhët nga burime tjera, tha, kompensojnë, Edhe jo. po rragur po nuk tu nuk ishte shprehja se un jam kundër se ti inciton Jo, vënë. jo, as unë nuk e marr qeverinë i kundër, se as nuk e mendoj që ka njëri kundër, as Shoh që po insistoni te pjesa që ne po bëjmë Jo, jo. incentivime etj etj. Absolutisht jo. Unë po shfrytëzoj momentin të drejtave me të gjithë qytetarëve, të gjithë punëdhënësve, të gjithë biznesmenëve, që ta mendojnë edhe për pamirësi, edhe për mirësi, edhe për mbarësi të bizneseve tyne, të punsojnë këto njerëz, sepse një ndihmë fiskale nga bashkia do ta kenë. Faleminderit. Faleminderit zoja Qyteza. Dikush tjetër nga ana këshilltarëve? Po zoti Bianku? Atëherë, unë besoj që ka disa element që ndoshta edhe në formë mund të na sqarojnë më pas administrata e bashkisë. Unë i kam rëndi disa pika që po i them gjitha që mos të rrim kështu pyetje përgjigje. Atëherë, u përmend faktu, por nuk morë me një përgjigje plot. Së pari, në ligjin material përmendet përmendet ligji 29/2023 për tatimin mbi të ardhurat, i cili ka shtrirë efektet që nga data 1 janar 2024. Do ishte me interes të sqarohej më konkretisht pse këto ndryshime reflektohen vetëm tani dhe jo më herë në paketën fiskale. Së dyti, materiali paraqitet si paketë e re, praktikisht si një paketë e re fiskale, por njëkohësisht referohet si ndryshim i vendimit të vitit 2016. Për këtë arsye duhet sqaruar nëse kemi një paketë të re të konsoliduar apo ndryshime të pjesshme. Po ashtu, me VKB numër 18, datë 27/2/2026, janë bërë ndryshime në paketën fiskale, ndaj duhet të sqarohet si janë pasqyruar ato në këtë material. Pra duhet kishim një material më të plot në këtë kuptim. E treta,
Kërkojmë informacion nëse është zhvilluar konsultim publik për këtë paket, në çfarë datet, me cila grupe interesit dhe me çfarë dokumentacioni shoqërues. Kjo është e rëndësishme, pasi ligji për veçeverisin vendore parashikon konsultimin me bashkësinë për aktet që lidhen me buxhetin, taksat dhe tarifat vendore dhe kjo është një procedurë e detyrueshme. Së katërti, në paket është bërë një ndarje e bizneseve mbi bazën e xhiros nën dhe mbi 8 milion lekë. Do të kërkohet të sqarohej baza ligjore konkrete e kësaj ndarjeje. Duke patur parasysh se kreu 3 i ligjit për taksat vendore që lidhe me tatimin e thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, është shfuqizuar me efekt nga data 1 janar 2024. Së pasti, duhet sqarohet çfarë ndodh me subjektet që i kanë paguar tashmë detyrimet për vitin 2026. A do të ketë ridhogaritje, kompensim, njojje të pagesës së kryer apo ndonjë procedurë tjetër. Së gjashti, me që ndryshimet në taksa dhe tarifa ndikojnë drejt për drejt në të ardhurat e bashkisë, do të ishte nevojshme të paraqitet një vlerësim financiar mbi efektin e pritshëm në buxhet, përfshirë edhe ndikimin e lehtësirave apo përjashtimeve të parashikuara. Një sqarim i veçantë kërkohet edhe për taksen mbi pasurinë e palujshme, taksen mbi ndërtesën. Për kufizimin në paket parashikon se taksës i nënshtrohen personat fizik ose juridik, vendas apo të huaj, pronar apo përdërues të pasurive, pavarësisht nivelit të shfrytëzimit të tyre. Për këtë arsye duhet të qartësohet si identifikohen subjektet që ngarkohen me këtë taks, si shmanget faturimi i dyfisht mes pronarit dhe përdëruesit, si njoftohen subjektet dhe si garantohet e drejta për korrigjim apo ankimim në rast të faturimit të gabuar. Po në lidhje me taksën mbi ndërtesën, kërkohet sqarim nëse janë reflektuar plotësisht ndryshimet e vendimit të Këshillit të Ministrave numër 457, datë 26/7/2023, që ka ndryshuar VKM 132 të vitit 2018. Në veçanti për ndërtesat e banimit në njësitë administrative jashtë qytetit, të cilat ju bashkuan bashkive pas reformës administrative territoriale. Çmimi për metër katror mund të reduktohet deri në 35%, krahasuar me çmimin e zonës më të afërt, me përjashtim të zonave rezidenciale. Duke qenë se parashikimi për ndërtesat e privatizuara sipas ligjit 76/52, duket se është reflektuar, kërkojmë të sqarohet nëse në të njëjtën logjik është reflektuar reduktimi për njësitë administrative të Bashkisë Shkodër jashtë qytetit. Pra, cilat njësi përfitojnë konkretisht nga ky reduktim dhe si është zbatuar ai në paket. Një tjetër çështje lidhet me interpretimin e ligjit për procedurat tatimore. Në material përmendet neni 73 dhe më pas neni 100. Do të kërkoja një sqarim më të plot juridik, pasi neni 73 lidhet me vlerësimin tatimor, ndërsa neni 100 me parashkrimin e procedurave për masat shtrënguese. Pra, duhet sqaruar nëse janë ndjekur më parë të gjitha procedurat ligjore për mbledhjen e detyrimeve. Gjithashtu kërkohet sqarim pse nuk është reflektuar në paket ndryshimi i ligjit për strehimin social, lidhur me kontributin e sektorit privat në fondin publik të banesave sociale dhe mundësinë e konvertimit të tij në vlerë monetare. Në lidhje me njësitë kompleks shërbimesh, duhet të qartësohet mënyra e faturimit. Do të bëhet mbi bazën e xhiros apo veçmas për çdo aktivitet që ushtrohet në të njëjtën adresë. Kjo duhet jetë e qartë për të shmangur mbi vendosje apo interpretime të ndryshme në zbatim. Në fund, në paket përmenden njoftimet elektronike përmes e-Albania. Do të ishte mirë të sqarohet nëse Bashkia Shkodër e zbaton aktualisht këtë formë njoftimi dhe nëse subjektet njoftohen realisht nëpërmjet këtij sistemit. Për këtë arsye, propozoj që administrata të japë sqarime të plota mbi bazën ligjore, konsultimin publik, efektin financiar dhe mënyrën praktike të zbatimit kësaj praktike. Nëse këto element nuk janë ende të plota, do të ishte më arsyeshme që materiali të plotësohet dhe të rikthehet për shqyrtim më të qartë në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zoti Bianco. Do të bëj një sqarim që për të dy projekt vendimet
është zhvillu konsultim publik me datën 21 maj, 21/5, dhe ju njoftusim nëpërmjet adresës së emailit, ashtu dhe nëpërmjet grupit të WhatsAppit. Dhe të dy projekt vendimet kanë qenë të afishuar qoftë në Facebookun e bashkisë, qoftë në webin e bashkisë, për sa i përket të dy materialeve, njoftimi ka qenë i plot, pra me 22/4 është bërë njoftimi, kështu që në lidhje me këtë gjë, unë do të thosha që pjesëmarrja në dëgjesin publik ka qenë vetëm me 3 këshilltar, pjesa tjetër ka qenë administrat, si edhe palë të interesuar, të cilët kanë shprehë mendimet e tyre në lidhje me propozimin që sot ka ardhur për miratim. Nësa për sa përket pjesës tjetër të plotësimit, ndoshta do të ishte me vend që këto diskutimet ishin bërë në dëgjesin publike apo në komisione, në mënyrë që ne të vishim me një projekt vendim siç e kërkoni ju. Tashti jena në këtë formë të projekt vendimit dhe diskutimet e tilla nuk i shërbejnë ndryshimit, sepse vetë rregullora e tilla është e përcaktuar dhe nuk besoj që mund të ketë kohë dhe formë për ta ndryshuar një gjë të tillë. Kjo është përgjigje që mund t'jap në lidhje me administratën, me pyetjet që i bane mund të jenë Ne morëm së ekipi morën shënim gjitha pyetjet, por kjo kërkon pak kohë elaborimit, sepse duhet përgjigje financiare, ekonomike, menaxheriale, politike, juridike, disa pika kryesore që keni ngrit. Që do marrim kohën tonë do të kthejmë përgjigje për sa i përket disa nga çështjet kryesore. Procedurale kam dy gjana. E para, konsultimi publik në momentin që nuk ka pjesëmarrje, kjo nuk do të thotë që është bë. Mos pjesëmarrja e këshilltarëve ose publikut dhe pjesëmarrja e vetëm e 3 këshilltarëve që nuk janë publiku janë njerëzit aty ku grupet e interesit, dhe gjithashtu pjesa tjetër administratë që praktikisht janë propozuesit dhe ato nuk kanë si me kanë mu këshillu propozuesi me propozuesin, pra vetë ato mes shokëve thonë u konsultume. Mira do të ishte domethënë që kur dështojnë të ribahen edhe të ri organizohen. Për pjesën tjetër që trajton nënkryetari, këto janë sqarimet që lidhen me këtë vendimarrje. Në qoftë se këto sqarime nuk i marrim tani, që lidhen drejt për drejt me këtë proces që po realizojmë, atëherë i bie që gjithë kjo praktikë që po bëjmë ne këtu është kështu që mirë do të ishte që o të marrim sqarimet ose të shtyhej për një moment tjetër, sepse realisht ka shumë probleme si material. Faleminderit. Falenderoj, edhe një herë do të sqaroj që ligji ka përcaktuar formën e konsultimit publik me dëgjesë publike dhe nëpërmjet propozimeve apo kërkesave që vijnë nga ana qytetarëve, grupeve të interesit nëpërmjet emailit apo postës fizike. Kështu që është e hapur çdo gjë, nuk ka qenë diçka që Nuk e vend dyshim që ka qenë e hapur, nuk thash asgjë. Jo, në momentin që nuk kemi pjesëmarrje, parashikon ligji që mund të kalojë pa konsultim. Nuk e parashikon ligjin gjatë tillë. E çunte e zaurume. Përderisa njoftimi është i hapur për këdo dhe pjesëmarrja është e hapur, ligji këtë gjë parashikon. Po çunte e zaurume. Interesi është i grupeve të interesit të ishin prezent, nuk kanë ardhur. Këshilltarët po kanë qenë të njoftuar, nuk ka formë tjetër. Këtë formë përcakton ligji dhe këtë formë po zbatojmë. Atëherë kalojmë tek mendimi kryetarëve të grupeve, zonja Gjeka. Një përgjigje nga administrata, Nga administrata, po. Thash nga që u përgjigj kryetari, pra ne thash përgjigje, për që na duhet pak kohë për me marrë të gjitha pyetjet e 12-14 pyetje, po tashti për miratu sot na mendojmë se ishte mjaftueshëm materiali për me marrë vendim për sa i përket. Jo. Teorik ja përgjigje gjithë atyre që ju keni ngrit, pra. Kështu që kjo është sot është e pamujtë me dhënë përgjigje gjitha temave që keni ngrit sot, që janë shumë gjëra dhe ne mendojmë se ishte mjaftueshëm materiali për me marrë vendimin për çfarë po diskutojmë. Kalojmë tek mendimi i kryetarëve të grupeve, zonja Gjekaj. Grupi jonë shprehin dakordsinë. Zoti Sokoli. Gjithashtu dhe grupi jonë është për projekt vendimit. Zoti Bianco. Atëherë, siç u tha, këtu nuk e kemi materialin e plot, ka shumë angësi thesi të tillë, grupi jonë është kundër këtij projekt vendimi. Faleminderit. Atëherë hedhim në votim projekt vendimin numër 2 për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1, datë 22/2016 për taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Shkodër të ndryshuar. Pro? Kundër? Abstenim?
Atëherë 26 vota pro, 3 abstenim, 1 kundër, miratohet Më falë, 3 kundër, 1 abstenim, miratohet projekt vendimi numër 2 për disa ndryshime dhe shtesa në VKB numër 1, datë 22 i pari 2016 për taksat tarifat vendore në Bashkinë Shkodër të ndryshuar. Kalojmë në projekt vendimi numër 3 për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të vitit 2025 të Bashkisë Shkodër. Ana Bashkisë kushdo administratës, po, Sonja Mjeta. Fjala për ju. Mirë mbrëma, i nderuar kryetar, mirë mbrëma të nderuar. Lutem afroje pak mikrofonin sepse nuk dëgjohesh. Okej. Atëherë paraqisim përpara jush miratimin për raportin vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të vitit 2025. Kjo në zbatim mbështetur në nenin 44 të ligjit 139/2015 për veçëverisjen vendore të ndryshuar, në nenin 51 vijus të ligjit 68 për financat e veçëverisjes vendore të ndryshuar, ligji 9936, 26/6 për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë të ndryshuar, ligji 10296, 8/7/2010 për menaxhimin financiar dhe kontrollin të ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë Financave numër 30, 27/12/2011 për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik të ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë numër 8, 9/3/2018 për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisë së përgjithshme të ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë Financave dhe Ekonomisë numër 9, 23/2018 për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit të ndryshuar, Udhëzimi numër 127 datë 19/12/2025 për procedurat e mbylljes së llogarive vjetore të buxhetit për vitin 2025, vendimin e Këshillit Bashkiak numër 25 datë 30/3/2026 për monitorimin e buxhetit të vitit 2025. Bashkia gjithashtu në zbatim të pikës 24 të udhëzimit të Ministrisë Financave dhe Ekonomisë numër 5 datë 21/2/2022 i ndryshuar, ka dorëzuar në Ministritë të Financave pasqyrat financiare të konsoliduara të vitit 2025 me shkresën 10.111 protokolli me datë 30/4/2026 dhe në vijim paraqesim le të themi pasqyrat financiare të konsoliduara për sa i përket institucioneve si më poshtë, Bashkia Qendër me njësitë administrative, Drejtoria e Përgjithshme dhe Mirëmarrjes së Objekteve Publike, Ndërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve Publike, Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi, Shtëpia e Foshnjës 0 deri në 5 vjeç, Shtëpia e Fëmijës 6 deri në 15 vjeç dhe Qendra e Zhvillimit. Pasqyrat financiare për mbledhëse të konsoliduara kanë si qëllim të përgjithshëm dhënien e informacionit të besueshëm tek organet përkatëse vendimarrëse nëpërmjet sigurimit të informacionit rreth burimeve financiare dhe alokimin e tyre, mënyrën e financimit të aktiviteteve të njësive dhe realizimin e kërkesave mbi mjetet monetare, lidhjen me aftësinë e njësisë për të financuar aktivitetet dhe për të përmbushur detyrimet dhe angazhimet, vlerësimin e performancës së njësive raportuese, aktive detyrimet, aktivet neto, fondet neto dhe të ardhurat shpenzimet, flukset e mjeteve monetare. Pasqyrat financiare të konsoliduara përgatiten dhe raportohen me këtë përbërje, janë pasqyrat e konsoliduara të pozicionit financiar bilanci dhe pasqyrat konsoliduara e performancës financiare dhe shënimet shpjeguese për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare të konsoliduara. Konsolidimi i pasqyrave financiare bëhet nëpërmjet hapave, disponimi i pasqyrave financiare, pra të gjitha ato institucione që përmendëm më sipër, brenda datës 31 mars kanë dorëzuar bilancet përkatëse, të cilat i kanë paraqitur edhe në deg thesarit dhe menjëherë Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar, Drejtoria e Financës ka bërë konsolidim, hartim të përmbledhjes së thjeshtë të pasqyrave financiare vjetore për të gjithë institucionet e varësive. Pasqyra e konsoliduar e pozicionit financiar paraqet poste të fiksuara brenda datës 31/12/2025 të konsoliduar lidhur me aktivet, aktivet qarkulluese, jo qarkulluese dhe aktivet e tjera, pasive, detyrime qarkulluese, detyrimet jo qarkulluese dhe detyrimet e tjera, dhe pasqyrën e konsoliduar të ardhurave dhe shpenzimeve të ardhura gjithsej dhe shpenzimet gjithsej. Për sa i përket pozicionit, le themi aktivet avash-shkurtra, për sa i përket mjeteve monetare janë 1.983.169.070 të detajuara, mund t'i keni edhe në
aktive të afatshkurtra, mjete monetare në bank, disponibilitete, vlera, letra me vlerë, gjendje e inventarit. Gjithashtu, bashkia le themi për sa i përket situatës e detyrimeve të pashlyera në fund të vitit 2025. Gjendja e detyrimeve të pashlyera mund ta keni të paraqitur në lidhje me llogarinë 14 të detajuara sipas llogarive, furnitor llogari të lidhura me to, 80 milion lek. Llogaria 42, personeli llogari të lidhura me të 73 milion 091.975 lek. Shteti tatim taksat, e me radhë sigurimet shoqërore, shëndetësore, të gjitha këto janë domethënë detyrime që patjetër që duhet pasqyrohen në bilancin e vitit 31/12/2025, por që janë likuiduar gjatë janarit të vitit 2026. Sqarime për sa i përket detyrimeve, sipas përcaktimit në udhëzimin e Ministrisë Financave dhe Ekonomisë me numër 35 datë 29/12/2023 për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të përpambetura të qeverisjes së përgjithshme, detyrime të përpambetura. Çfarë janë detyrimet e përpambetura? Konsiderohen të gjitha ato detyrime financiare të përcaktuara nga një ligj, kontratë apo marrëveshje, vendim gjykate, që mbeten të papaguara brenda 60 ditëve. Mund të theksojmë se Bashkia Shkodër ka, le të themi, ka raportuar brenda afateve, ju e dini dhe jeni në dieni, për sa i përket në çdo raport, le të themi, monitorimi, ne paraqesim edhe informacion për sa i përket detyrimeve të përpambetura, dorëzimi i raportit të vetë vlerësimit financiar për periudhën janar-prill 2025, me shkresën 10/616/27/5/2025. Gjithashtu për sa i përket periudhës janar-shkurt përsëri në raportin e vlerësimit e monitorimit, më falni, me shkresën 19/372 datë 29/9/2025 është paraqitur pra dorëzimi i raportit të vetë vlerësimit financiar, dhe me 26/2/2026 me shkresën 4462 në raportin me vendim Këshillit miratuar me 30/3/2026 me vendim numër 35. Mund të themi që Bashkia Shkodër nuk ka stok të regjistruar në sistemin informatik, gjendja e regjistrimit është me vlerë 0, pra ka një gjendje mjaft të mirë, nuk ka detyrime, vlera e stokut është 0 dhe është në gjendje shumë të mirë financiare. Bashkia pra ka likuiditete dhe gjendje të mirë financiare, detyrimet janë në proces gjyqësor ose me dokumentacion të paplot. Dokumentacioni i paplot nënkuptohet që për ato kontratat të trashëguara nga reforma territoriale, flas për vitin 2015, ne nuk kemi fatura, që nënkupton pra dokumenti është i paplot dhe nuk mund të bëhet likuidimi i tyre. Tjetër është marrë në konsiderant nxjerrja jashtë përdorimit të aktiveve në zbatim të udhëzimit numër 30. Për vitin 2025 ka patur procedura të nxjerrjes jashtë përdorimit të cilat i përkasin përfundimit të procedurës së nxjerrjes jashtë përdorimit në proces nga viti 2024. Procedura nxjerrjes jashtë përdorimit pra është bërë në zbatim të ligjit 139/2015, 17/12 për veçqeverisjen vendore, ligjit 10/296 për menaxhimin financiar dhe kontrollin, udhëzimi numër 30 për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik. Vlerësimi i aktiveve është bërë duke patur parasysh kriteret e vlerësimit të aktiveve si plotësimi i kohës së shfrytëzimit në bazë të normave të amortizimit, pamundësinë e riparimit si pasojë e konsumit, dëmtimi në shkallë të tillë që është e pamundur të kthehen në gjendje pune nëpërmjet riparimit, kur vlera e riparimit ose e përshtatjes për t'i kthyer në gjendje pune është e barabartë ose më e madhe se vlera e tregut për blerjen e një aktivi të ngjashëm. Si dhe kur kanë humbur cilësinë e tyre të caktuar në standardet shtetërore ose në kushte teknike. Me vendimin numër 4/26/2026 të Këshillit Bashkiak, është miratuar shitja e mjeteve të transportit me procedura në kanti publik si automjete në tërësi dhe të automjete. Lutëm, ne kena lexuar e kena pasur përpara materialin edhe se besoj se është e nevoja që ne të vazhdojmë më gjatë. Falënderes. Në rregull, është në dorën tuaj. Unë për veti jam i detyruar të zbatoj procedurën. Keni pyetje, diskutime? Zonja Gjekaj, në emër të grupit PS-s, për sa i përket propozimit të nga zoti Gjeka. Grupi jon shpreh dakordsinë. Zoti Si thashtë edhe grupi unë?
Zoti Bianco? Në qenë se është një procedurë detyrueshme ligjore, jemi dakord që të kaloj. Mirë, atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 3 për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar. Ju lutem. Të konsoliduar të zbatimit të buxhetit e vitit 2025 të Bashkisë Shkodër. Pro? Kundër? Abstenim? Atëherë me 29 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet pika numër 3 për miratimin e raportit vjetor të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të vitit 2025 të Bashkisë Shkodër. Kalojmë në kërkesën për Kam vetëm diçka për procedurën, nëse procedurën? Për procedurë. Po. Për vendimarrjen që kishin për paketën fiskale, du me ditë sa ishte numri i pjesëmarrësve në sallë dhe sa vota ishin për atë, lutem. Edhe një Ishte numri pjesëmarrësve në sallë, 26 vota ishin pra. Okej. Faleminderit. Atëherë kalojmë në pikën tjetër, është kërkesë për interpelancë e bërë nga këshilltari Zoti Bianco për sa i përket sigurisë rrugore, bazuar në rregullore. Zoti Bianco, do ta prezantosh edhe një herë kërkesën apo do të kalojmë në pyetje dhe sqarime nga ana e administratës? Do. Atëherë, kaq shkurtimisht për arsyen që pse kam kërku këtë interpelancë, faktikisht është një shqetësim, nuk është një shqetësim krejt kështu i vogël, është një as duket kështu si shqetësim urban, por është një çështje e drejt për drejt e sigurisë publike, siguria e fëmijëve, këmbësorëve, biçiklistëve dhe qytetarëve në hapësirat publike të Shkodrës. Aksidenti i rënë në Durrës me fëmijët na tronditi të gjithëve. Por nuk mund ta shohim si një ngjarje që nuk na prek. Edhe në Shkodër ditë e fundit kemi pasur me shpejtësi shqetësuese aksidente, madje edhe me pasoja fatale. Kjo duhet na bëjë që të ndalemi seriozisht dhe të mos presim ngjarjen e radhës për të reaguar. Problemi lidhet me mënyrën se si funksionon qarkullimi në qytet, me mungesën e kontrollit në disa hapësira, me përdorimin e trotuareve, korsive të biçikletave dhe rrugëve në një mënyrë që rrezikon qytetarin. Shkodra është vërtet qytet i biçikletës, por korsitë e biçikletave shpesh nuk janë më hapësira të sigurta për ato që japin biçikletave. Në të lvizin motomjete, monopatina elektrike dhe mjete të shpërndarjes së ushqimit. Shpesh me shpejtësi të papranueshme. Kursi biçikletet nuk mund kthehet në kursi motorrash apo monopatinash që lvizin pa kontroll. Po ashtu në zonat të qytetit, trotuaret janë shpesh të zona me karriga, tavolina, parkime apo pengesa të ndryshme. Fëmijët të moshuarit dhe kalimtarët detyrohen të zbresin rrugë. Kjo nuk është çështje as estetike, as çështje rregulli, as çështje primare sigurie për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Përveç rrezikut që vjen drejt për drejt nga qarkullimi, një tjetër problem shumë serioz është edhe mungesa dhe përshtatshmëria e hapësirave publike për fëmijët. Në qendër qytetit e kena ngrit me 10 herë këtë problem. Në zona ku popullsia është e përqendruar në pallate, fëmijët kanë shumë pak hapësira të sigurta ku mund të luajnë dhe për këtë arsye edhe ato dalin shpeshherë në rrugë. Kjo është pra se këto hapësira ose janë jashtë funksionit, ato detyrohen të frekuentojnë rrugën, trotuaret e zona dhe zonat ku qarkullojnë automjete, motorë, biçikleta. Kemi ngritur disa herë shqetësime për zona konkrete si hapësira pranë Isa Boletini, Zora Shadrivanit, si dhe hapësirat pranë institutit, universitetit. Këto janë lulishte dhe hapësira publike në qendër ku duhet kishte më shumë kujdes, më shumë mirëmbajtje dhe më shumë siguri për fëmijët. Por në shumë raste kandet e lojnave, me 100 herë kena thënë, jo vetëm që janë jashtë funksionit, por janë kthyer në burim real rreziku. Pajisjet dëmtuara, hekurishte të ekspozuara, nërshk, beton, mungesë mirëmbajtje dhe mungesë kontrolli. Pra hapësira që duhet të ishin sigurta për fëmijët në disa raste është vetë një vend ku ato mund të aksidentohen. Edhe kur fëmijët nuk gjen një kënd loje të sigurt, ai del në rrugë.
atëherë rreziku nuk vjen vetëm nga shoferi, nga motori apo nga monopatina, rreziku vjen edhe nga mungesa e hapësirave të sigurta që duhet i mbanin fëmijët larg rrugës. Për këtë arsye, përmes kësaj interpelance kërkoj përgjigje konkrete nga bashkia përkatësisht. Çfarë plani masash ka për rritjen e sigurisë rrugore në qytet? Çfarë do të bëhet për kontrollin e kursive të biçikletave dhe ndalimin e lëvizjeve të motomjeteve, monopatinave të shpejta dhe mjeteve delivery në to? Çfarë masash do të merren për lirimin e trotuareve nga pengesat, karriget, tavolinat dhe parkimet që detyrojnë qytetarët të ecin në rrugë? A ka bashkia një hartë të pikave me rrezikshmëri të lartë për fëmijët, këmbësorët dhe biçiklistët? A ka një inventar të këndeve, të lojrave të dëmtuara dhe një afat konkret për riparimin, zëvendësimin ose qoftë edhe bllokimin e tyre, mos t'i lajmë ashtu në ato zona që janë të rrezikshme dhe janë burim aksidentit? Çfarë plani ka për shtimin e hapësirave të sigurta për fëmijët, sidomos në zonat e qendrës ku ka përqendrim të madh banorësh në pallate? Dua gjithashtu të ftoj gjithë kolegët këshilltar që gjatë diskutimit të përmendin raste konkrete nga zonat që njohin, nga lagjet e tyre dhe nga shqetësimet që u vijnë qytetarëve. Kjo nuk është çështje e një këshilltarit apo një zone të vetme, është shqetësim i përditshëm i shumë familjeve shkodrane. Një pikë shumë e rëndësishme është edhe koordinimi me policinë e shtetit. Ne shpesh kemi zakon ta shpërndajmë përgjegjësinë. Policia thotë është çështje e bashkisë, bashkia thotë është çështje e policisë. Në fund qytetari metet në mes ndërsa rreziku vazhdon. Prandaj do të ishte nevojshëm që përfaqësues të policisë të shtetit të ishin ftuar dhe të ishin sot këtu, edhe të kishte një vëmendje ndoshta tjetër nga mënyra se si ne përjetojmë si këshilltarë edhe ashtu edhe struktura tjera. Pra është një lloj bashkëpunimit, bashkëveprimit mes bashkisë, policisë bashkiake, policisë shtetit dhe strukturave tjera përgjithëse. Ju lutem edhe përfaqësuesit të administratës edhe këshilltarëve më të vëmendshëm. Ju lutem edhe përfaqësuesit të administratës edhe këshilltarët më të vëmendshëm ndaj fjalës së zotit Bianco. Kjo është çështje, kjo që po ngrej unë, kjo është një situatë shumë problematike edhe në respekt edhe të atyre personave, viktimave që po hupin çdo ditë jetën apo dëmtojnë shëndetin e tyre në rrugët e qytetit dhe për respekt edhe për to dhe për familjarët e tyre dhe për njerëzit tonë që një farë mënyrë do të ishte ndoshta për fëmijët tanë një përgjegjësi tjetër dhe këtë gjë do ta kisha kërku, por unë kaq që kisha fjalën dhe pres një lloj reagimi qoftë nga administrata apo qoftë nga policia e tjerë, por mirë, në lidhje me kërkesën e paraqitur nga zoti Bank, kush do përgjigjet nga ana administratës, kuptohet të gëshetuar me drejtoritë tjera, po zoti Beka, fjala për ju. Atëherë, zoti Bianco, fillimisht të vlerësoj shumë dhe pranëroj për çështjen që ke ngritë, se besoj se kjo është një çështje që i përket gjithëve. Për veti kam një vajzë 10 vjeçe që me kam në një shkollë publike dhe një djalë 3 vjeç që e kam në kopsht publik. Dhe kjo përveç në rolin e kryetarit të bashkisë në ban edhe në rolin e prindit për me njeh më afër problemet dhe çështjet e sigurisë, si në aspektin e shkollës kopshtit, si në aspektin e kalimit shkollës lirë. Gjitha këto probleme që u ngrit sot janë konkrete dhe ne sot do shpjegoj problemet që ne kemi sot, planin e masave që kanë nisë tash për më marr dhe disa nga lëvizjet dhe projekte konkrete që do fillojnë shumë shpejt për sa i përket gjitha pikat që përmend. Ndajnë në 3 kategori kryesore ndërhyrjet dhe problemet, pra nisë herë me sigurinë dhe hyrjen në shkolla dhe daljen në shkollat 9-vjeçare dhe kopshte. Nisim me pjesën e trotuareve të bicikletave, edhe do të mbyllim edhe me parqet edhe me kalimin kohës lirë që ju përmend. Problemet që kena pas probleme kryesore në kopshte dhe shkolla. E para është që infrastruktura e hyrjes është një problem veti, pra na vetë çojmë fëmijët kur i çojmë në shkollë apo në kopshte, kemi probleme sa i përket vendosjes makinave, aty ku futet makina të edhe prindi, një pjesë kanë zona me ndërtimin pa leje, një pjesë me ndryshime dhe marrje pronash, pra ka pas problem nga matë ndryshmet. Ku fillimisht ne kemi nisë me ndërhyrjet dhe lirimin e hapësirave publike dhe kthimit të hapësirës shkollës dhe vetë institucionit. E dyta,
një problem tjetër që kemi has e çuditshme, por se si ka ndodhur gjithë këto vite, është abuzuar dhe një pjesë e mirë e shkollave kanë shtëpia mbrand që futen në makinë pra. Kanë bllokuar hyrjet e tjera dhe shfrytëzojnë hyrjet e shkollës për me shku në shtëpi tyne. Po një pjesë marrë shkollën e kena shtëpia mbrand që futen me makinë. Shritë për këta përpërën një plan masash që do bllokohet dhe shkollët do vetëm për nxënësat dhe do rikthehet tek rrymet alternative që kanë pas përpara për me u futur në makinë, pra është problem shumë i madh. Ana tjetër vetë mësuesat dhe drejtorët e shkollave të tjera të kopshteve shohim që futen në parkojnë e përdorin për parking makinesh edhe u borrin. Kemi problem me fogonat që vinë dhe vinë nxënësa dhe ato mënohen shpeshherë për më fut me ndër në kopsht dhe në shkollë që edhe me to më marrin mas tash për me lanë nxënësat tek dera dhe me hi derë në shkollë mbrand. Dhe një problem tjetër shumë i rëndësishëm është ajo që përmend aty shumë mirë është edhe çështja kolektive pra edukate. Prindërit. Vetëm ne vëmë në disa shkolla që tentojnë për me mbyll hyrjet dhe daljet, se ka disa orë strategjisë, janë prind vetë që tentojnë për me hi deri te dera shkollës me makinë marr fëmijët. Por kjo është një çështje që na përket gjithë, pra nuk është vetëm një vendimarrje jone, por është shumë sensitive që me pas edhe mbështetjen. Tash zgjedhim në masa që na përmarrim. E para, kryetari ka ngritur një grup pune i cili ka rreth një vit që po punon për identifikimin një herë të problemit të hyrjeve të shkollave dhe kopshteve për kthimin në gjëra normale, për përgjigjet e ndërtimit pa leje dhe hyrjet. Sikurse po punojmë dhe këtu kam disa projekte që mund t'i ndaj mbrapa zoti Bianco me ju, për sa i përket hyrjeve të shkollës se si po punohet. Ma disa e kemi nisur në përfundim, disa tjera tash janë në proces. Dhe po bëjmë mazura urbanistik se jone që do të punojë shumë nga intensitet që kanë dhe po ka një fokus më tash të siguria e hyrjes së kopshteve dhe shkollave. Nga ana tjetër po punojmë me sinalistikën për uljen e shpejtësisë, sinalistikën e bumëve që përnosen para dhe mbrapa, për sinalistikën e vizimit, për me nëqësu sa më shumë përdorës të makinave, motorave, bicikletave, për kujdeset me pas në orarët e shkollës. Po shohim edhe mundësinë në disa orare këtu që me mbyll rrugën me lëvizjen në makina. Shumë vende e bëjnë tillë, pra ka disa strategji që po ndjeken. Dhe kryesohet krijim mundësi barrieret në trotuarat nendësor për futjen dhe daljet e fëmijëve. Nga ana tjetër për bicikletat, kursit e bicikletave dhe motorave është shumë problem. Jo vetëm atje, por edhe në pjatës pra. Në rregullorin e dimëve bicikletës nuk mund të shmillon pjatës, do të mund me marr prej dorë nëse do na me një rregull. Është masive që gjithë njerëzit futen në motor. Unë kam pas një takim edhe me gjithë të pizzerive, të motorëve dhe pizzerive shpërndarës delivery, ku kemi kërkuar e parë në një mënyrë të drejtë për drejtë që mos përdoren më të tilla rrugë për motora. Kemi filluar një fushat bashkë me policinë e shtetit, ku janë vënë disa gjoba bila janë sekuestruar motora, por duhet më intensifikuar më shumë dhe më bën një problem më i mirë që këto nuk janë përdorim, pra duhet më kuptuar që motori është armë që është të ecë më shpejt pra për fëmin. Makina është e tillë, pra nuk mundesh më thon shans apo gabim njerëzor. Pra. Ana tjetër, po marrim masa edhe për hapësira publike, dhe kjo është punë e vazhdueshme për Bashkinë Shkodër, për me liru hapësira dhe me aktoj qytetarit. Por duhet ta kuptojmë që siguria nuk është thjesht çështje infrastrukture dhe policie, por është çështje edukata në gjësimit nga komuniteti. Kështu që duhet një ndërveprim sa më mirë me gjithë palët. Për një çështje shumë serioze. E kemi nisë tashmë dhe presim shpejt me një periudhë 6 muaj kemi të mbyllur disa nga këto në rrugë kryesore. Për sa i përket paqeve. Ky është një projekt që jam marrë personalisht ka një vit e gjys për krijimin dhe rikonceptimin e paqeve të reja. Fatkeqësisht bukurësitë janë shumë të mëdha, për sa i përket tenderimit, për sa i përket prokurimit, për sa i përket oponencës. Dhe janë bë 7 projekte për 7 paqe janë përfunduar gati, kanë disa muaj që janë përfunduar dhe janë akoma në fazën e ligjore të oponencës që shpejt, persona vi shpejt dhe të kalojnë direkt sepse dhe fondi është miratuar nga ju. Ku do kemi 7 paqe model të një standardi Bashkimit Evropian për sa i përket nivelit përdorimit të drurit, për sa i përket gomës, për sa i përket ndër aktivitetit fëmijëve apo ndaljes në grup mosha. Dhe shumë shpejt presim që të mbyllen procedurat ligjore dhe të fillojnë janë mbyllur projektet pra.
për 7 lagje dhe zona, sikur të do fillojmë edhe në zona tjera më të brendshme, për me kriju edhe zonë edhe lojra më artizanale, më të vogla, më të thjeshta, me më pak kosto, por që fëmijët kanë mundësi për me kalu kohën e lirë nëse më don rrugë, siç e përmend ju. Pra gjithë kjo është një sistem dhe punë e përditshëm, por që për ne është e rëndësishme që janë pothuajse pjesën e madhe e konceptuar e projektuar. Vetëm presin sa më shpejt fillojmë zbatimin e tyre. Gjithsesi më përndoj edhe herë edhe kjo është një element shumë i mirë sepse sa më shumë ta çojmë zonën gjithë për këtë situatë, besoj që do ketë një njerëzim më të mirë dhe nga publiku. Faleminderit. Zoti Bianco, diçka në lidhje me sqarimet e dhëna nga nën kryetari? Dakord, pjesën e ndarjes së shqetësimit, edhe nën kryetari e ndavi si shqetësim, sidomos pjesa e këtyre rrugëve biçikletave etj. Duke ajo që një farë mënyrë të krijon një lloj diskutimi në këtë rast është gjithmonë një pritje ne gjithmonë jemi një shoqëni që vazhdojmë të presim. Do të vinë ditë më të mira, do të vinë ditë më të mira. Fëmijët po rriten ndërkohë që lojnat aty nuk funksionojnë. Një ata hekurishte që janë bërim aksidentesh, nuk e di kudo, kur është një heker që është i dam që krijon një dam, o hiqet o vendoset një element sigurie. Është me 10 herë kemi ngritur këtë rast. Janë 3 pika në Shkodër, domethënë që ka këto lojnat. Kaq e vështirë është mirëmarrja këtyre lojnave, domethënë që janë kështu minimaliste. Po them, një fakt që nuk besoj që kërkon as fonde, as buxhet, as projektim, as tendera të fuqishëm. Është një përkujdesje ndoshta e përditshme që dikush të dalë dhe të përkujdeset shoh as ku një litar apo ka rënë një pjesë plastike lojës etj. Kaq vështirë kena na me bëj këtë gjë. Nuk është 4 herë është ndruar, është mirë, 4 herë është ndruar në Shirok për shembull, litart. 3 herë kemi ndruar lojrat tolle, kemi ndruar me një plastik tjetër apo këta janë arrënime, që duhet më bë sepse ulin pjesën e sigurisë, por mirë mban ndrohen, nuk është se ndrohen, pa amortizohen shpejt. Do rrisim edhe kamerat, që s'ka për shembull, asi nga parqet nuk ka kamera. Shumë nga ata thehen dhe vandalizohen darkave. Na mundem të nis pra edhe me foto, që ndrrimi është bërë në mënyrë të vazhdueshme mirëmarrjen, por dëmtohen shumë shpejt. Kështu që kjo është një element i rëndësishëm që duhet për me e mirëmarrit më shumë derisa të presim që të bëjmë të marrën tenderimi i ashmëll projektimi i ndrrimit komplet dhe mirëmarrja është procedurë e përditshme. Me përsëri kësaj situate, faktikisht mund të ekzistojnë ajo pjesa kulturës qytetare apo vandalizmat e tjera, por në këtë rast e hartohen edhe disa plane masash se si munden për me parandaluar se si sepse do të kemi të njëjtën problematik, do të kemi edhe me këto parqet e reja. Okej, dakord. Për pjesën tjetër të këtyre kursive të biçikletave ose këtyre, domethënë është vetëm një fazë ndërgjegjësimit më tepër e këtyre shpërndarësve të picave apo ka kena Jo, ndërgjegjësimi janë marrë masa. Ne kemi disa për ty janë bllokuar, disa vu xhoba dhe do të intensifikojmë oraret e kontrollit bashkë me drejtorin e policisë në koordinim me policinë rrugore. Ne nuk mund vëmë xhob për sa i përket shpejtësisë makinave në rrugë, sepse nuk është kompetencë e policisë bashkiake, por don një rendim sa më të mirë me institucionin e policisë rrugore për sa i përket shpejtësisë, kurse për sa i përket motorrave të picave do vazhdojmë fushat e përditshme për me sensibilizuar me xhoba edhe me marrje masës për sa i përket sigurisë. Sepse edhe këto ju me drejtë e përmend këtë pjesën e hyrjeve nëpër shkolla. Krijohet po them një këtu që është në qendrën e Shkodrës, te hyrja e shkollës Don Bosco, këtu te rruga e Gjykatës. Krijohet aty nga ora 1, domethënë një situatë kaq kaotike, domethënë një lëvizje kaq por kështu në përgjithësi në shkollat e qytetit, nuk e di si mund të organizohet dhe çfarë plan masash mund të marren, se në vërtet është një situatë shumë problematike. Dhe për ta mbyllur këtë analizën që ne kena balla, mundohem me kanë një detajuar se secila ne kena gati 51 kopshte 70 shkolla 9-vjeçare, 19 shkolla të mesme, janë gati 15000 fëmijë ose mund të quhet bashkë me ato shkolla të mesme në gjithë territorin e Bashkisë Shkodër, të cilat përkutojnë kopshtet shkollat gjatë ditës. Dhe është marrë një plan masë të ka kohë, ka aty një vit, të cilat ka prani të policisë bashkiake në gjitha këto pikat kyçe, ku ne kemi vendosur si të nxehta,
Për sa përket hyrjes së daljes së shkollë, pra ka prani përveç se edhe policisë, e cila është në anë policisë së Ranit, marrja jonë për sa përket mënyrës të lëvizjes, por në fund ne besojmë se infrastruktura që do ndryshojnë është edhe kryesore, nuk marrë zhanë polici. Prandaj do bëjmë ndërhyrje kryesore për sa përket infrastrukturës, bllokimeve, sinjalistikës dhe trotuareve. Dikush tjetër ka diçka në lidhje me interpelancën? Po, zonja Qyteza. Gjithashtu përveç gjithë sa u thonë, edhe unë si kolego jo falenderoj shumë për tematiken që ngritet, sepse ndjeshmëria është e përbashkët, siguria e fëmijëve është shumë e rëndësishme për gjithë. Drejtoria e Policisë Bashkiake në bashkëpunim me Drejtorinë e Shërbimit Social dhe në marrëveshje me Drejtorinë Arsimore në Shkodër kanë organizuar shumë takime në shkolla për të sensibilizuar, për të informuar, për të edukuar dhe për të formuar një brez që ka dijeni për zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor. Edhe kjo me synimin për të rritur sigurinë dhe për të ulur numrin e rrezikshmërisë dhe të aksidenteve në rrugë. Fëmijët bashkë me edukimin, bashkë me njohuri që marrin në çdo land tjetër në shkollë, duhet ta marrin edhe këtë, siç e kena marrë edhe në kohën tonë, edhe na ka bërë shumë mirë. Edhe shumë theksin në këtë pikë që fëmijët të mësohen që të vegjël me rregullat, sepse nuk është të thënë që gjithmonë t'i shoqërojnë prindërit për në shkollë apo t'i marrin. Fëmijët vjen një moshë që duhet ta fitojnë pavarësinë për të lëviz vetë. Dhe nëse nuk janë të edukuar, qoftë nga shkolla, qoftë nga policia, qoftë nga prindërit vetë, nuk i ndihmojmë që dalin të pavarur në rrugë. Prandaj kjo është një detyrë e përbashkët. Për momentin nuk mund t'ja thojmë këtë gjë sepse realisht fëmijët vetëm në këtë lloj kaosit që është në vërtet për shembull te kursitë e biçikletave ose edhe tek këto është vërtet problematike. Edhe kjo, po të them që rasti i Gjoedolit për shembull. Aty e ke komplet situatën e trotuareve jashtë periudhës kur është e bllokuar rruga. Por kur është e lirshme, trotuaret vazhdojnë të jenë të xhanona me karriga dhe ti i detyruar për me kalu në rrugë. Pra aty ku kalon makina, do të kalojnë edhe fëmia, do të kalojnë të gjithë. Dhe kjo mandena, nuk e di, unë jam shumë dakord për biznesin, ajo është një rrugë që vërtet që duhet të inkurajohet për me zhvillu biznes. Ka evente shumë të mira edhe një jetë deri diku po themi jetë natët apo jetë shumë e mirë, plot turista, gjëra shumë e mirë kjo punë, por në fundit për aq kohë sa i takon kalimtarit, trotuarit i jepet kalimtarit. Kur i jepet aktiviteteve, bllokohen makinat, atëherë ta shfrytëzojnë komplet rrugën edhe unë s'kam asnjë gjakune. Mirë, faleminderit. Dikush tjetër? Mirë, kalojmë tek pika e fundit diskutime jashtë rendit ditës. Të diskutoj edhe një fija apo jo? Po, patjetër. Kena kalu te pika e fundit. Kryetar, më fal, a duhet me një këshilltart apo çuçuçut atje se nuk është as respekt. Ti një këshilltart, nuk është normale që të bëhet biseda atje në fund, se na jena ty diskutu diçka shumë të ndjeshme për tanë, dhe nuk është normale, as një këshilltar qohet në fund, edhe të bëjmë muhabet aty mungon veç i kafe, me pi edhe kafe. Pak qetësit në njëri tjetrin. Drejt ke.
Mirë. Dikush tjetër? Nuk ka. Mirë, kalojmë tek diskutimet e jashtëm e ditës. Ke diçka prep? Mirë, fjala për ju. Faleminderit sekretar. Të shte rruga Don Bosco, që është reklamues të reklamu, ndërkohë që punimet po kryheshin, me thënë mendja investimi mallor dhe si rezulton, zoti nën kryetar. Aty janë bë gropa, aty është ndërhy, do me thënë aty bëhen arnime. Dhe ky është shpërdorimi i fondeve të bashkisë, i legve të taksapaguzve, të i bë ndërtime fasad, investime fasad, që në fund vetëm mas pak diç aty krijohet grop, janë edhe fotot që i kanë hallë në rrjetet sociale, e dini edhe jo. Do me thënë, një rrugë e re, mas kaq pak diç, me gjithat investim dhe me fonde të legve të taksave qytetarëve shkodran, të krijohen ato gropa dhe të arnohet, nuk është as pak normale. Dhe kjo nuk ndodh vetëm në rrugën Don Bosco, por ndodh edhe në investimet e tjera që janë bërë. Shkoni tek Rosalejn, te rajoni numër 5. Shihni trotuaret. Trotuaret janë mush me bim, nuk pastrohen. Të shtina shto rroga, shto njerëz se na duhen me mirëmajt, me rrit cilësinë shërbimet publike dhe çift trotuaret e Rosalejna ashtor, pse edhe ajo është rrugë e ndërtuar tash të sfumit. Përderisa na shtojmë dhe shtohen rrogalet, i ofrojmë shërbimin qytetarëve siç e meritojnë. Dhe investimet që bëhen me taksat e qytetarëve të bëhen siç duhet mu bë dhe jo të arnohen mas pak diç. Shqetësimi tjetër, firmës së pastrimit. Ju kërkoj në emrin qytetarëve të Shkodrës, tashti sidomos në stinën e verës, të pastrohen dhe të desinfektohen vendet ku janë koshat e meturinave. Është një proces që ja shkry vjet, por si mjet nuk po kryhet. Dhe është burim infektimi, burim i përhapjes ndonjë shqetësimi shëndetësor me këto kosha që mamej përveç koshave dhe përveç vendit që duhet desinfektu, dhe ju lutem t'ja kërkoni firmës pastrimit, edhe këto makinat që mbledhin meturinat. Aman se e kena trajtu edhe vjet, keni thënë do të pastrohen, por kërkonjeni me detyrim, sepse e dini shumë mirë edhe ju besoj, erën që lëshojnë teksa lëvizin në përqytet në temperaturat larta. Kaq kisha, zoti kryetar. Faleminderit për fjalën. Shumë koncize këtë herë. Zoti Beri. Përshëndetje. Një pyetje, është bërë një ndërhyrje në Velipoj nga ona e Usjellësit te rruga numër 8. Në fakt është bërë një ndërhyrje, ka qenë nevojshme ta bëjë një ndërhyrje e mirë. Shtrohet pyetja sepse rruga është dëmtuar, është një në rrugë që ka qarkullimin më të madh në Velipoj, sepse janë hotelet më të mëdha që në atë rrugë. A do të riveshet me asfalt apo do të arnohen ato gropa, dhe më thonë, që janë bë dy posetat që bën ndërhyrje nga Ujësjellësi? Do marr informacion se nuk e kam këtë, më thonë drejtën, do pyes për edhe do të them përgjigje për sa i përket Ujësjellësit. Për pyetjet që kishte kryetarja, e para më vjen mirë që arrit këtë shumë standardi edhe kërkesa ndaj Bashkisë Shkodër, që ju bëjnë përshtypje dhe barin trotuar që ka dalë, është e vërtet. Duhet me punu edhe për këtë aspekt, po punohet në disa lagje që pastrohet dhe bari trotuar apo bari i mureve, po besoj se ka punë për të bërë. Lidhje me gropat që hapet dhe me mëllën, kjo është pjesë edhe përditshme edhe ndërmarrjes së Bashkisë Shkodër. Bashkia shumë e madhe, territori është shumë i madh, kështu që është vazhdimsi dhe nuk mendoj se është një problem kaq i madh sa të më donë bëj fotografi një grope që hapet në një vend apo në një vend tjetër. Është investimi i fundit dhe janë lekët e taksapaguzëve. Kjo tregon cilësinë e punimeve që kryhen. Ktu e kisha unë.
Që mas përkohës të hapet një grop, Vërtet. jo, mos e quj normalitet, zotin kryetar. Kaq. Ndërsa për disinfektimin, po, është shumë e vërtet, është ballë do, është jashtëlon për rësi, edhe për pastrimin e makinave, është detyrim, edhe disinfektimi është detyrim, kështu që besoj se çush javën tjetër do fillojnë këtë proces që ju kërkuat. Faleminderit. Dhe rruga nëmër 8 do asfaltohet totalisht. Sa morë përgjigje. Diskutime tjera? Nga ana e këshilltarëve nuk ka. Atëherë të nderuar në kryetar, të nderuar këshilltar, përfaqësues të administratës, të medias, të nderuar qytetarë, mbledhjen e Këshillit Bashkiak e deklaroj të mbyllur. Natën e mirë.